Të nderuar shikues, takohemi në pjesën e dytë për të diskutuar atë që ju paralajmërova, një temë që është bërë faktikisht kryesore këto ditë, kryefjalë në çdo ambient, kalimi i fundit i ligjit për barazinë gjinore. Kam kënaqësinë të kem një panel që besoj se do ta shteroj këtë si çështje, kështu mendoj unë të paktën. Si fillim Dorina Mema, Koalicioni Pro Familjes, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Robert Gajda, Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Tani si me zonjën them unë, të japim fjalën të parës, sepse pasioni saj reflektohet, jo vetëm për këtë çështje, por kur flet për gjithën në përgjithësi. Dua si juriste në këtë pjesë të shfrytëzoj në thonjza. Për ty çfarë është ky ligj? Atëherë, mua më vjen shumë keq që kam të bëj me një debat të padrejtë ku akuzohet e gjithë kjo oponencë sikur ka shpikur një kundërshtim midis barazisë, grua dhe burr. Nuk jemi kundër kësaj, sepse nëse do lexojmë, të jemi të qartë, Neni 4 i vitit 2008, i 2008-ës e theksoi thot, për kufizimet barazi gjinore është pjesëmarrja e barabartë e femrave dhe meshkujve në të gjitha fushat e jetës, pozita e barabartë ndërmjet tyre, mundësi dhe shanse të barabarta për të gëzuar të drejtat dhe për të përmbushur detyrimet të shoqëri, duke përfituar një lloj nga arritjet e zhvillimet e saj. Kalojmë tek 2025. Barazi gjinore, të drejta, përgjegjësi, mundësi, pjesëmarrje dhe përfaqësim të barabartë të grave dhe burrave në të gjithë diversitetin e tyre, në të gjithë diversitetin e tyre. Atëherë është e mohuar, e ndryshuan natën e fundit, a nuk e di çka kanë bërë sepse nuk po merremi dot më vesh me këtë lloj politike që het shashka mbulon, sjell multigjini e mbulon, e fshin, e nxjerr, e çon, e sjell shoqërinë jo më në gjinin mashkull-femër të kontekstit biologjik, por në konstrukt social dhe në atë psikologjik të ndjerit. Pra, ne po kalojmë në një epokë të krizës së mendimit, e cila kur ka sjell krizë në një debat konstruktiv që mund të kem unë me Robertin, apo mund të ketë opozita me mazhorancën për të rregulluar një ligj që prek të gjithë interesat kombëtare, sepse vjen zinxhir dhe sjell pasoja në të gjithë sferat e shoqërisë, se këtu preket burimi njerëzor. Më lejo të them se kombi, faktor kryesor të ekzistencës, ka burime njerëzor. Kishim zgjedhjet para 2 ditësh dhe i kishe sallat bosh. Pra, ky shtet, ku do ta ushtroj pushtetin e vet, kur nuk ka një millet? Se u bë poezi. Më fal, si do ta rregullojmë këtë pikën ku po këmbon rritja e numrit të vdekjeve mbi rritjen e numrit të lindjeve? Si do ta rregullojmë pjesën e transparencës së fondeve, të OJF-ve, të kapura, ku askush nuk po flet dhe nuk po e heton këtë rrjet merimange që të shkojë te grupi vulnerabël realisht ndihma, sikurse kemi parë këto 2 net në ekran dhe nuk po e theksoj çfarë ka ndodhur me një djalë trans që ka realisht nevojë për ndihmë dhe përfaqësohen të drejtat e njerëzit nga ata që e hedhin në mes të 4 rrugëve, duke shkelur çdo të drejtë të njerëzit i cili përfaqëson një nga fëmijët tanë të rënë viktimë apo jo, nuk ka rëndësi. Nuk po flasim për çfarë kërkon të ndjejë dhe çfarë bën një njeri. Po flasim parimet e përgjegjësive ligjore, e përgjegjësive institucionale, e përgjegjësisë shtetërore për këtë popull. Dhe nëse kemi ndërkombëtarë të cilët bëjnë presione të njëanshme si Marta Kos, e cila ka goditur opozitën në një moment kur ne kemi nevojë për një opozitë, ne kemi nevojë për diskutime, ne kemi nevojë për debate konstruktive, që kjo Shqipëri mos ta largojë popullin e saj nga vendi, por ta mbajë atë, ta ndihmojë atë dhe ta rregullojë këtë kënd. Do të kalojmë aty me detaje, po jemi vetëm për një intro të përgjithshme, një foto e përgjithshme e parë, e shkurtër për këtë ligj sipas teje. Unë mendoj që ligji është një nevojë një herë që është miratuar për t'ju përgjigjur një nga diskriminimeve më problematik që neve kemi si shoqëri, që është ai gjinor midis burrave dhe grave. Nuk është problem vetëm i Shqipërisë, haset në shumë shtete, por patjetër Shqipëria ka problematikat e saj. Është e vërtetë që kemi pas një ligj ose është akoma fuqi një ligj për barazinë gjinore, miratuar në 2008, i cili nuk është ndryshuar ndonjëherë. Dhe si çdo ligj, ka pasur dhe ai nevojën e vet që të mund të ndryshohet edhe të reflektojë
dhe të zgjerohet në fusha tjera të jetës për të garantuar një barazim më të mirë të gjinore. Nuk është se na mungojnë ligjet, në të vërtetë kemi, por një ligj për barazi gjinore, neve kemi përqafuar këtë lloj mënyre që të mund të kemi një ligj central, i cili pastaj do të mund të plotësohet me ligje tjera dhe me akte tjera për të bërë implementueshëm në shumë fusha të jetës. Për shembull, qofse shohim ligjin e vjetër, ligji i vjetër i kushtonte një rëndësi vetëm diskriminimit gjinor në fushën e punësimit. Aty e kishte vëmendjen, sepse ajo ka qenë atkohë nevojë le të themi primare dhe shumë mirë ka bërë, sepse në punësim edhe sot e kësaj dite kemi akoma diskriminime bazë gjinore. Ndërkohë që ligji i ri zgjerohet në shumë fusha. Tregon kujdes edhe në aspekte të reja të jetës tonë. Për shembull, në 2008-ën dhuna digjitale nuk mund të ekzistonte sepse si ishte e përhapur, ose gjua urrëties, gjua seksiste, gjua e dhunshme, gjua stereotipizuese kundrejt grave. Gjua me ndjeshmëri gjinore nuk ishin ta përhapura në atë kohë, ndërkohë që sot, për ne kemi pas dhe raste kur kanë vrarë veten zonja për shkak pikërisht të fotove apo të denigrimit që i ka ndodhur online e tjerë. Gratë apo diskriminimi gjinor në zonat rurale, edhe kjo ka qenë në pavëmendje në ligjin e mëparshëm, i kushtohet një vëmendje shumë e madhe tashmë edhe diskriminimit gjinor në zonat rurale, se ne kemi një problem shumë të madh në shoqërinë tonë. Tirana është goxha avancuar në shumë aspekte, si në dijenit ligjeve, si në njohjen e institucioneve, por po të shkojmë nëpër qytete dhe akoma më thellë pastaj në zona rurale, shohim që kemi një padjeni shumë të madhe të drejtave dhe të realizimit, ato që janë, dhe të realizimit tyre. Prandaj, dhuna ekonomike, duhet dini që përdoret fuqia ekonomike që sidomos burrat e kanë kundrejt grave për t'i nënshtruar ato. Ka probleme pronësie. Akoma gratë sot rezultojnë që kanë shumë pak prona në dispozicion. Rregullimi i punës pa paguar ka qenë në ligjin e vjetër, por rregullimi i punës pa paguar, çfarë do të thotë? Neve kemi sot akoma shumë gra, të cilat janë të detyruar të mos punojnë, pra të krijojnë fuqizim ekonomik, sepse për shkak të stereotipeve gjinore dhe për shkak të mos pjesëmarrjes burrit në rritjen e fëmijëve dhe në bërjen e punëve të shtëpisë, janë po gratë ato që e bëjnë. Mirë, po një grua që rrin në bën punë shtëpie dhe nuk mund punoj, as nuk fuqizohet ekonomikisht, por që ndron gjithmonë le të themi e përkufizuar si shtëpiake në vetvete dhe nuk arrin dot që të mund t'i përshkruan, domethënë, po këto janë. E pra, këtë dua të them që është ideale, atëherë ku për çfarë kundërshton ti e kam pyetjen unë. Dorina ka qenë një imazh i implementimit të gruas në janë këto gjërat në ligjir që thashën apo thash në gjë të papërtet? Jo, është një lexim që edhe kanë qenë, se ti e di që unë kam krahasuar 2008, 2025. Këto fusha që unë përmenda nuk është se kanë qenë në ligjin e mëparshëm. Apo jo? Qëndrojmë në debat. Pra po them, këtë po thuaj që zgjeron fusha tjetër. Garanton një mbrojtje më të mirë. Ne të dy jemi miq. Ti vërtet më dënon, po kështu si fletin ne jemi miq, sepse unë loboj për implementimin e gruas. Dënon gjykata, jo komisioni. Jo, unë të kam çuar në gjykatë. Dhe besoj se gjykata do ju dënoj ju këtë herë, sepse është shumë e rëndë ajo që keni bërë ju me mua. Gjykata maksimumi dorëzoi vendimin, nuk sepse nëse një vajzë moderne, nëse një vajzë që realisht është për barazinë gjinore burr dhe grua, nëse një vajzë e do Shqipërinë, është me nuanca konservatore, pa cënuar kurrë askënd, asnjë individ, përkundrazi ka mbrojtur ato që ju i keni lënë mes katër rrugëve sot, ju keni bërë një gabim shumë të madh me mua dhe ju duhet kërkoni ndjes me mua. Por ky shtet është i padrejtë dhe ne jemi këtu për të treguar se sa i padrejtë është ky shtet, duke theksuar që koalicioni për familjes nuk ka bërë asnjë gabim, nuk ka bërë asnjë e quajnë sikur po bëjnë një kryengritje të padrejtë, e quajnë sikur jemi të pa bazë, sepse këta harrojnë e majta progresiste apo një ligj nga jashtë, se ndoshta Roberti është me ne, është dakord me ne, harrojnë çfarë ka ardhur në 2023-shin, çfarë ishte ligji për të sterilizuar fëmijët pa praninë e prindit, çfarë ishte ligji dhe pionierët e tyre që po mbrojnë këta nëpër ekrane të ndryshme thonë që është bukur çesësh vezore dhe spermën, i keni me figura, me dokumenta, nëpër programe të cilat realisht denigrojnë rinin, sepse në momentin kur ti shikon që ke një krizë nga rrjetet sociale, ti ke një krizë të rritjes të depresionit tek fëmijët nga mosha 11 deri në moshën 15, kur ti shikon që këta fëmijë po largohen nga nëna, nga babai, nga prindërimi, kur ti shikon që ke një krizë të mendimit në këtë shekull, kur ata nuk po kuptojnë sa e rëndësishme është të shkollohesh, sa e rëndësishme është gjiri i familjes,
nuk i çojnë drejt familjes më, por i marrin drejt një rrugë tjetër, sa bukur është surrogacia. Do thënë, ky lloj promovime mua nuk më duket normal. Dhe meqense mua s'më duket normal, unë duhet të shkoj patjetër tek diskriminimi dhe të përfundoj e dënuar. Pra kjo është drejtësia dhe ky është shteti i së drejtës në këtë moment ku jemi. Jo kryengritje që do bëj, por nuk do bëj asnjë hap pas, sepse mua nuk më duket as pak ndërtimi i një brezi, por më duket ndërtimi i një rrënimi kombëtar. Kaq. Ky është mendimi im si Dorin. Dhe si antare dhe aktiviste e Koalicionit për Familjes. Jemi shumë dakord me implementimet që keni bërë për digitalizimin, për mbrojtjen e të dhënave, për implementimin e gruas, rritjen e kuotave, por nuk e kuptojmë. Ajo fjala që ishte gjini gjithëpërfshirëse, nuk ka lidhje gjinia që ju e ngatroni nëpër ekrane. Jemi rom, jemi... Në fakt dhe unë pyetje në radhës për atë e kisha, gjinia gjithëpërfshirëse. Po nuk ka lidhje gjinia me... Gjinia e shumë zotri, ajo që referohet... Me të qenit, me një Dorina apo zonja Mema? Si të duash. Ajo që referohet Dorina është përkatësia shumë fisht. Dhe jo gjinia gjithëpërfshirëse. Jo, e ke pasur gjini gjithëpërfshirëse e ke pasur, nuk e ke më. Pse hoqët, të lutem, atë. Po nuk i... pse s'ku është duket? Atë që thashun haram ju qoftë? Jo më, do të përgjigjesha me shumë dëshirë në qoftë të isha deputet, po janë deputetët që e bëjnë. Si ka mundësi që e hoqët ashtu e fshehet, pap. Po më shiko, atëherë, a bim dakord që ligji për barazinë gjinore është i mirë për të ndrequr pabarazitë gjinore? I mirë ishte edhe 2008, i njëjtë. Jo, pra se nuk ishte i plot. Po digitalizimi është ecja me kohën, për këtë jemi dakord. Dakord, të po them. Po jo vetëm atë. Le të themi, ku doja dilja. Ligji ka pasur edhe disa rregullime, por ato rregullime asnjë nuk u bën. Për shembull se ngelat e puna e papaguar. Për shembull që të rregullohet tamam puna e papaguar, nuk mjafton ky ligj. Duhet ndryshohet ligji për sigurimet shoqërore. Sepse kush është ideja? Ideja është që me vërtet kjo zonja po qëndron në shtëpi dhe nuk punon dot. Ama ti paguhen sigurimet shoqërore që ti njihen për pension, pastaj që të mund të marrin një pension pleqërie në momentin që duhet. Momentet tjera, artet që përfshihen, sportet që përfshihen aty, edhe aspekti i dhunës digjitale, do kërkojnë rregullime të posaçme ligjore, sepse siç thash, ky është një ligj i cili do për të implementuar do të më fal. Për të implementuar, jo, nuk jam dakord fare. Faleminderit. Nuk jam dakord. Faleminderit. Ja për radhë dakord. Ja them dhe gjë tjetër për cilën nuk jam dakord. Që? Nuk jam dakord që edhe për fëmijët të mund të futen dhe të bëhen koncepte komplikume për t'i shpjeguar, ndërkohë që për mendimin tim, fëmia një herë duhet zhvilloj personalitetin e vet. Do duhet të rritet, do duhet të kuptojë shumë gjëra dhe pastaj kur të jetë në një moshë madhore, mund të diskutohet pastaj që të mund të flasim për koncepte dhe më të komplikuara, të cilat janë vështira dhe për shoqërinë tonë me tritur për t'i kuptuar ne sot. Burim i shumë diskutimeve dhe mu për këtë më ka ardhur shumë keq. Dhe kjo ka qenë dhe arsyeja e involvimit tim në të dalurit edhe në të ardhurit këtu sot. Ka qenë që fatkeqësisht diskutimet që ndodhen në shoqëri, e para një herë ishte një kohë e pamjaftueshme për shoqërinë. Ligji u miratu shumë shpejt. Në rregull? Ndërkohë që do kishte pasur shumë nevojë që shoqëria të mund diskutonte. Por ama diskutimi duhet bërë në baza të qytetëruara. Në kuptimin që duhet të jetë diskutimi vërtet. Në momentin kur diskutimi mbushet me panikra, frikra, dezinformim, keq informim, ti nuk po e ndihmon shoqërinë. Ti po krijon le të themi aspekte negative kryesisht në shoqëri, të cilat nuk e diskutim me pasion, nuk mund të quhet nuk po merrem, nuk e kam për mënyrën se si është diskutuar gjëja. Dhe gjëja që un po them, nuk është se ka ndodhur në një ditë. Ka ndodhur në një kohë të gjatë dhe nuk është se them që është një anshme, nuk është vetëm një krah. Është mënyra se si ka ndodhur në tërësi gjëra, e cila edhe ka sjell konfuzion. Për shembull, ju e dini që unë akoma sot nuk e kam të qartë dhe nuk e di dhe nuk e gjej si dokument kush është projekt ligj që është miratuar në kuvend. Nuk e kemi. Derisa të publikohet fletorin zyrtare do marrin vesh ç'është miratuar. Sepse këto ndryshime në mënyrë të ndryshme, në mënyrë shumë të shpejtë dhe në mënyrë fund jo transparente, edhe ju nëse do kërkoni, unë kam bërë kërkim vetë në faqen e kuvendit për gjetur kush është ky projekt ligj që në fund kemi lexuar me pjesë në media gjatë gjithë. Ka ndryshuar disa gjëra. Dakord, po. Pra neve dhe sot që flasim, jemi duke folur mbi një produkt që neve prapë nuk e dim kush është produkti që është miratuar. E kam gjetur unë. Ndërkohë që kjo do të kishte qenë më mirë që të kishte informacion. Por gjëja që mund ka ardhur dhe këtu kam dhe një përgjigje për zonjën Mema, është që gjithmonë punën tonë, sidomos kur jemi marrë me gjuhën e urrëties, nuk është qëllimi institucionit,
dhe do ishte gabim nëse do ishte ky, që neve të imponohemi tjerëve mbi qëndrimet dhe bindjet që ato kanë. Shumë mirë që Dorina është kështu si është dhe parashtron të gjitha bindjet e veta, mendimet e veta, këndvështrimet e veta në lidhje me një argument. Kjo duhet ndodhë dhe kështu duhet të jetë. Por mënyra se si ti në një moment caktuar ndërton një narrativ e cila mund të ushqej dhe të krijoj negativitet, të tepruar subjektivitet kundrejt një grupi, si që kryesisht grup i cili është i paragjykuar dhe i diskriminuar në shoqërinë tonë, dhe ti vazhdon i shton këtij paragjykimi dhe diskriminimi, atëherë kjo gjë për neve krijon shqetësim, sepse nuk je thjesht duke diskutuar thënë bindjet tua, po gjatë këtij diskutimi ti edhe ke krijuar le të themi një paragjykim, ose ke krijuar një teori, ose ke mbajtur. Dhe më fal. Vendimet që ne kemi marrë për gjuhën e urrëties, në një pjesë lidhen me komunitetin LGBT, por ne kemi nxjerrë vendime gjuhë urrëtie që lidhen me romët dhe egjiptianët. Ne kemi nxjerrë vendime gjuhë urrëtie që lidhen me gratë. Ne kemi nxjerrë vendime gjuhë urrëtie që lidhen me aftësinë. E dini ju që aftësia kufizuar. Mirë, këto janë ato pikat si në fillim që janë në rregull. Po jo pra po ai dinit ju këto? Po ja u them, sepse është e rëndësishme ta kemi tablon në tërsi, jo të marrim se po e pe tablon vetëm në një pjesë. Jo, po ne do diskutojmë ato që han diskutim. E di pse nuk e di. Zotri nuk i di. A duhet ta di mirë për çfarë po flasim? Jo pjesët që janë të gjithë pranuara. Se ato do përsërisim ne. Po si kush është e gjithë pranuar? Diçka e gjithë pranuar është okay. Për shembull në këto që thash, cila është e gjithë pranuar? Gjithçka që the ti edhe në hyrje që un thash, e thon kështu është ideale. Po është folur për këto gjëra? Ja pra që u surprizove, sepse pikërisht gjithë kjo tymnaj që është ngritur krijon problemin e madh që heq vëmendjen njëherë nga gjëja e madhe dhe e vërtetë, por pritje se kjo është një gjë që synon të ndrejë një gjë shumë më të madhe. Po ta them unë të vërtetë. Dhe fokusimin në një pjesë të vogël e bën dhe shoqërinë që po ja të përgjigje Dorina se e ka gjetur ligjin të plot dhe jo nuk flas, po flas për çfarë foli. Po jo, e kam gjetur thënë. Më tha që ne tha bëjmë shumë punë tha dhe për njerëzit me aftësi të kufizuar. Para 2 javësh të verbërit, dua ta theksoj këtë, të verbërit kanë gjetur rrugën, ata që nuk shikojnë rrugën, kanë gjetur rrugën për të dalë në protestë, për të kërkuar mbështetjen që u është mohuar, u është vjedhur. 27 organizatat, sa organizata menaxhohen nga një njeri që ka bashkuar të drejtat e fëmijëve me ambasadën Pink në një zyrë. Çfarë do ambasada Pink e LGBT-s e bashkuar? Mos më ndërprit, nuk të ndërpreva. Patjetër po. Çfarë kërkon e drejta e fëmijëve e bashkuar me ambasadën Pink? Ku i kenë në foto? Unë mendoj që Gonzalo duhet të mbaj përgjegjësi dhe për atë që ka ndodhur mbrëm tek Febziu, duhet të mbaj përgjegjësi dhe për këtë që po them unë. Kush i ka bashkuar të drejtat e fëmijëve me ambasadën Pink në Shqipëri që janë plus 18? E mbyllim këtu këtë. Dua të them për çfarë that. Ne kemi bërë shumë punë. Ata lloj punësh që ke bërë ti, apo ato lloj punësh që ke bërë, qëndrojnë në zyrën tënde dhe ne nuk shikojmë asgjë. Ne shikojmë që kemi abuzim fondesh, ne shikojmë që kjo LGBT nuk i kanë ndihmuar këto njerëz që janë vulnerabël dhe ne shikojmë që një baba i cili sot jeton jashtë, i cili ka qenë në Rom, u është shëmbur shtëpia, na e vështirësuan jetën, nuk kishim ku shkonim më dhe djalit tim tha, në fund fare i thonë, nëse bëhesh gay të ndihmojnë, kështu si jeni ju, nuk ju ndihmojnë. Pra, e çojnë njeriu ja tërheqin litarin e fytit dhe i çojnë në një lloj edukimi ku duhet patjetër që të bëhen o trans o gay me indoktrinim. Mos u merr me kariotipin, mos merremi fare me anomalit kromozomale, e dim në sa përqind janë ato, se po i hyra asaj nuk pushojmë më pastaj, se i bie të shëmbim komplet Bashkimin Evropian dhe ç'po bën me fëmijët e majta në Europë, por dua të them pjesën e padrejtësisë që po bëhet me indoktrinime, duke i dhënë një pushtet mbi pushtete dhe duke shënuar projekti 2021-2027 Shqipëria LGBT, është një projekt që është përfshirë në këtë lloj kombi që kemi në këtë lloj shteti dhe shkruhet i detyrueshëm në kurrikulat shkollore. Dhe kjo është ky projekti? Urdhra. Se Dorina flet me fakt. Do të nxjerrë edhe shifra. Fakte interneti, projekt, ç'është ky dokument? Kush e ka bërë këtë si dokument? Ta them unë. Ku ekziston ky? Kishit fshirë para mbrëm, po e kemi shkarkuar për fat. Shkarkojmë ne. Ruajmë. Shkarkojmë, po ta marrim. Kush e ka bërë këtë dokument? Si fshini? Pse i fshini ju? Do të ta nisë me email. Kush ju? Po ç'keni? Është vërtet kjo? Po thot ju e po është vështirë. Ja të ta them unë kush është. Atëherë,
se i kanë postuar para 2 ditësh. Është raport vlerësimi i planit kombëtar të veprimit për personat LGBT në Republikën e Shqipërisë kjo është 2016-2020, kemi dhe tjetrën që është 2021-2027. Dhe thot projekti, kemi dhe shifrat 331.000 euro. Do të nxjerrim edhe në ekran. Mund të nxjerrim për shembull në ekran? Ose ta drejtosh nga kamera jote për shembull? Sa shumë ka. Jo më dërgoj apo që fajlim, po shohim këto që po thoje se. Po patjetër. Një sekondë se i kemi të gjitha rekomandime. Të filloj rishikimi. Ja një sekondë. Të filloj rishikimi i kurikulës që të përfshihen çështjet LGBT në kurikula në të gjithë nivelet e arsimit dhe veçanërisht arsimin parauniversitar si pjesë e rregullt dhe e detyrueshme. Pra LGBT-ja të jetë pjesë e detyrueshme, do ta nis me email. Do ta nis me email të gjitha, se ndoshta nuk e ke hasur dhe është madje dhe foto. Kjo është strategjia? Harta e Shqipërisë është ngjyrosur me flamurin bukurosh, me shumë ngjyra dhe është projekt shumë i bukur, të duket sikur është një parajs, por ndërkohë është një indoktrinim që i bëhet fëmijëve. Unë nuk do doja të kishte brezi ynë një indoktrinim se po shuhemi. Ke numrin e vdekjeve më të lartë se numri i lindjeve. Pra është një mendim i thjesht për Ciptas. LGBT-t janë problemi për gjithë. Jo, burr me burr nuk lindin. A kemi probleme tjera në si shoqëri apo ky është problemi joni? Po flasim për këtë temë se kjo është një pikë ujë në oqean që prek burimet njerëzore. Nëse do të flasim bashkë, hajde flasim për atë komunizmin që po hiqen pulat nga obori, që s'ja ka bërë Enver Hoxha dje në Ndroq, fshatarëve të Shqipërisë pse kanë bërë një kotec. Pra sepse duhet të shkojmë drejt një ushqimi kooperative të kontaminuar, besoj, se nuk do na bëjnë kooperativa të shëndetshme. Pra, ne jemi në një padrejtësi shtetërore këtu, dhe në një hing, po na fusin në një hing ku nuk kemi transparencë. A ka mundësi që dhe këto fonde që vinë të shkojnë realisht e këto 200 tranca që janë, për të drejtën e tyre njerëzore, për të drejtën e tyre mjekësore, dhe ata akoma keni 15 vite nuk e kishin bërë një dokument për të kaluar në kufi. Jo, mos u drejto kështu keni, se duken përfshi dhe mu në një gjë që s'ka mundësi të jemi. Atëherë, kjo organizat që ti po mbron me kaq fanatizëm, zotri. Kjo organizat që ti po mbron. Nuk bëj gjë me fanatizëm unë mbroj drejta e njeriut me fanatizëm. Okej, nuk po mbroni, ju po sulmoni drejtat e njeriut se e keni lënë njeriun mes katë rrugëve. Dhe e keni çuar dhe në prokurori pse tregoj të vërtetën. Ky është mendimi juaj. Okej. Domethënë ju jeni intimidues, ju jeni dhe unë personalisht, jo, unë si institucion mbroj drejta e njeriu, kujdo qoftë. Atëherë, ati transi janë shkelur të gjithë të drejtat nga LGBT-ja. Dhe shumë mirë që hetohet dhe ka ekspozuar këtë gjë dhe të mund të hetohet edhe të marrin vesh të vërtetë. Po ky është shembulli. Ne për shembull kemi nevojë, ne s'kemi nevojë për ajër. Shumë mirë më që e bërë. Tani po flet për rastin që u bë publik në media. A kërkoni më tepër se aq? Luana. A ju duhet një rast tjetër? Okej. Jo, se para se duhet një fëmijë tjetër ta bëjë. Jo, para se të hynim në studio mund ta thuash edhe këtë detaj që të duhet ka arritur derisa kërkon ndihmë ty, domethënë, ndihmë financiare, apo? Po, patjetër. Po pra, se e ka të dokumentuar Dorina, po. Po se nuk e ndihmojnë, i përdorin. Dhe shifrat që kalojnë për fonde janë të llatarshme. Pra kemi 100 tranca, 20 tranca, nuk ka rëndësi, nuk e di sa janë, të cilët nuk marrin një ndihmë për të përballuar jetesën e tyre, por i përdorin për figura, se si këto po sulmojnë, ne nuk i sulmojmë ata. Më vjen shumë keq. Ne kur nuk kemi sulmuar jetën individuale të askujt. Kur flitet për burimin njerëzor kombëtar, flitet për trashëgimin, për familjet, për nën baba, për lindshmëri, se dhe ata kanë ardhur nga një nën baba. Nëse pak individ zgjedhin që jetën personale ta realizojnë në një formë të tillë, nuk duam të lindim, është forma e tyre. Askush nuk i ka gjykuar. Nuk kam një presje që unë të kem gjykuar përse ka zgjedhur të jetojë ashtu. Dhe nuk i mësojnë që të ngrihen, sepse kur ti shkon në një qendër e cila kërkon fonde se thot duhet ti mësojmë këta njerëz të ngrejnë veten, pra të ringrihen, të shkollohen. Ai thot unë kërkova shkollën, ata më bën trans. Pra që këtu e kemi mbyllur debatin. Unë nuk kam çfarë flas më. Po për rastin që u bë publik, kanë nisur verifikimet për shembull? Nga kush? Po pse nuk ka organizma shtetëror që merren me këtë punë, qoftë edhe e kanë denoncuar në prokurori Streha. Nuk pretendoj të jemi informuar për gjithçka. Dhe di çfarë ishte dokumenti. Qoftë aty ka çështje që lidhen. Po sepse ju luftoni diskriminimin, po Po deshe bëjmë podcast që ta shpjegoj çfarë bëjmë ne. Meqense po sepse këtë por nuk merrem me gjithçka ne. Këtë thatë edhe ju në krye të herës, që ai rast duhet verifikuar. Ai thatë kështu? Se mund të gënjej. Ashtu siç është thënë. Po pra, dakor. Duhet verifikuar, këtë po them. E thatë dhe ju. Po nuk e bëjmë ne këtë verifikim. Këtë po them. Po jo, nuk thash. Unë po them këtë gjë. Ai rast vetëm për shkak të atij pretendimi që është,
ai i thënë ashtu siç është thënë, ai është rast prokurorie. Sepse bëhet fjalë për një të mitur, i cili sipas pretendimit është marrë me zor, dhe me gjitha të rrëfim ka aty element, le të themi, pikërisht vetëm për faqen që është përfshirë një i mitur, ka aty element që duhet të jenë prokuroria. Ja shkelur çdo të drejtë, të gjitha të drejtat e njeriut, është shkelur çdo e drejtë e tij. Të bëhen të gjitha verifikimet, për këto e kisha në mendje unë verifikimin. Ka prokurori për këtë punë sepse ajo ngjarje thënë ashtu konsiderohet ngjarje kriminale. Dhe atëherë do duhet merren këto organe që ta verifikojnë. Po prokurori mund ta iniciojë çdo kush. Po edhe ju që mbroni kaq fort drejtat e njeriut për shkak. Po ç'e lidhje ka kjo? Prokuroria nuk shef televizor, mund të vetëm fakti që një gjë bëhet e ditur botërisht, nuk ka më nevojë të shkojë dikush në prokurori për një ngjarje. Prokuroria nis vet. Dhe prokuror ky vend ka mbi 500. Tani, po kuptoni se ndoshta dakor. Mund vjen mirë që ju e shikoni institucionin kështu që u dashka marr me të gjitha, po nuk funksionon kështu. Jo, nuk thash merruni me të gjitha, ka kompetenca, ka fusha, ka gjëra që bëhen dhe prandaj u them që nëse doni të jeni më të informuar, ne mund të bëjmë një podcast bashkë dhe unë mund t'ju informoj për shumë gjëra lidhur me institucionin. Po mos i atribuoni se Dorina thotë ju. Ju thoni ju, tash nuk i bëjnë ne dot gjitha, me gjithë dëshirën për të bërë. Më fal, të kërkoj ndjesë se të drejtohemi që nëse mbron me fanatizëm këtë strehën. Atëherë kjo streha. Po jo, më nuk është edhe këtë, hiqe këtë terminologji se nuk është e gabuar. Nuk mbroj me fanatizëm askë. Unë përkundërzi po them duhet ta verifikoj prokurori të po e mbroj me fanatizëm. Po që mbroj me fanatizëm të drejtat e njeriut. Drejtat e një, po, a e thot streha. Këtë po si thelb. Unë prisja nga streha që me qënë se kërkojnë kaj shumë fonde dhe janë aj shumë të mirë organizuar, bëjnë protesta dhe pas kanë implementuar, e thënë nga Luana në takimin që kanë pasur me të, urrejtjen ndaj nesh. Pra, çfarë bëjnë këta? Ngrejnë idenë sikur ne jemi gjua urrejtjes, kur ma ka thënë dhe Dudushi dhe më ka çuditur. Unë jam shumë e zhgënjur nga njëri kur tha ti je gjua urrejtjes, dhe ndërkohë më thot Luana, ne na mësonin, tha, dhe unë era parë që ndjem njeri e ullur me ju, tha faleminderit për këtë mikpritje, sepse unë kujtoja, tha, se ju jeni njerëz që na urrenin. Pra i kanë implementuar në tru, në këtë stre, që ne i urrejmë ata. Jo, ne kërkojmë që ata të bëhen, ne kërkojmë që ata të studiojnë, ne kërkojmë që t'jenë në formën më të pushtetshme biologjike të tyre, sepse pushteti më i fuqishëm i njeriut është ai i natyrës. Nuk është ai material, mish, dhe ta eksperimentojmë ata. Dhe kushdo institucion që e hap këtë rrugë, duhet të dënohet me burg. Sepse kjo është një genocid i pushtetit biologjik njeriut për jetëgjatësinë. Pra po i shkurtojnë jetën njeriut, kur vetë Eliriani e tha, mesatarja e jetëgjatësisë në një transi është 35 vjeç, sepse është një eksperiment njerëzor. Dhe të dënohesh se je pro jetës dhe mbron jetëgjatësinë e njeriut dhe ke një bindje, e thënë në media nga një bindje personale, nuk kam ngritur as institucion, as nuk kërkoj fonde, as nuk sulmoj, as nuk kam gjuhë urrejtje, por i them në një debat konstruktiv që po gaboni dhe po ndërhyni në shkolla sepse janë me foto, janë me dokument. Dhe nëse e mohojnë që janë me dokument, ja rinxjerrin përsëri, hynë në shkolla me forcë, sepse kanë pasur debate me mësues. Pra kanë pasur një debat me mësues që prindër janë kundër këtij indoktrinimi. Pse? Sepse fëmia është i lëkundër. Sepse fëmia është lehtësisht i manipulueshëm. Ku shkollë? Po i ke Azizën me foto. E thoni gjën edhe e bëni të vërtet. Po i ke Azizën me foto më zotëri. Edhe rasti Luanës, janë pretendime. Do të nis, atëherë do të nis planin, do të nis dhe fotot. Po nxirri publikojnë, nuk më ndjek, nuk është fajim që s'më ndjek ti mua. Nxirrini më jep janë portaleve të tjera të nxjerrin këto foto. Se i kemi nxjerr, ndaj më ka thirrur. I kam nxjerr më zotëri. Këto janë denoncuar, verifikimi pastaj që thua ti është tjetër gjë. Kur pas ka ndodhur kjo nëpër shkolla? Do unë kërkoj ndjes për një fjalë, imagjinoje edhe nëpër shkolla rri dhe vet, nuk është se edhe për shkak fëmijëve të mi, por edhe për shkak se bëjmë aktivitete. E detyrueshme në kurrikula shkollore, e kërkojnë të detyrueshme o zotëri. Ky është projekt tipik si Kanadaja. Ky është problemi që un kam me diskutimet që ndodhin sot. Më ka humbur besimin te e vërteta e fjalëve që njerëzit ka humbur besimin te institucioni juaj. Po dakor, më vjen keq për këtë gjë. Ne mundohemi që ta fitojmë besimin. Ky është institucioni shpresëdhënës kundër diskriminimit. Ne mundohemi. Patjetër që procedurat janë të hapura, mund zgjidhet në një tjetër më i mirë dhe mund të fitojmë më shumë besim. Jo ju si individ, por si institucion. Si individ e përvajsoj institucion. Si institucion. Unë përgjigjem për atë institucion. Si institucion. Këdo që unë do përgjigjem. Pse nuk i verifikoni për shembull sa herë bëhen denoncime të tilla?
Po prapë po ne nuk verifikojmë gjithçka më që ndodh në këtë vend neve, po ta përsëris edhe një herë. Ky vend ka institucione pafund. Po dakor. Ky vend ka polici, ka prokurori, Po ka institucione ndryshme, ka ministrira, ka bashkira. Qoftë duke bashkëpunuar me këto institucione. Po nuk merremi me gjithçka neve, kemi ligj posaçëm që të merremi me disa gjëra, jo me çdo gjë, nuk bëhen kështu ligjet. Prandaj çdo ligj ka autoritet dhe përkatëse. Dakor. Dhe ka kompetenca dhe funksione përkatëse. Se nuk është kështu që shkon. Unë nuk jam shoqëri civile dhe opinion publik. Akoma nuk janë përgjigjur pyetjes jam institucion publik dhe veproj në bazë të një ligji që më përcakton dhe më kufizon në gjërat që unë mund të bëj dhe s'mund të bëj. Nuk funksionon kështu si thoni ju, që çdo gjë që ne shohim, pse vetëm ju i konstatoni padrejtësi këtë shoqëri kështu? Neve nuk jemi pjesë, unë nuk i shoh këtë padrejtësi. Dhe ju duhet dini që një institucion barazie e ndjen shumë frustrimin e padrejtësive që shikon, se neve në pjesë më të madhe kemi të bëjmë pikërisht me këto grupe vulnerabël. Dhe jo vetëm grupet vulnerabël LGBT, por me të gjitha grupet vulnerabël. Dhe shohim gjëra aty që ju do habiteshit, po tregoshit më shumë interes për punën tonë. Dhe e shohim ne jemi njerëz dhe e ndjejmë këtë gjë dhe ndjejmë edhe pa fuqinë tonë. Kur neve themi diçka dhe autoritetet nuk lëvizin që ta ndreqin atë situatë. Shumë rënd. Rregull. Kjo është ajo që bëjmë neve. Se ka dhe i problem këtu me institucionet e pavarura, që merren me drejtat e njeriu. Dhe këtu përfshi dhe avokatin e popullit, që nxjerrin vendime dhe rekomandime, po nuk zbatohen nga autoritetet. Dhe është problem i madh kjo se ti deri aty je. Të thush që ore këtu është i gabim, është shkelur një e drejtë, tash je ti organ, ti bashki, ti ministri, ti agjenci, ti drejtori, që duhet bësh këtë gjë ta ndreqësh këtë gjë. E pra nuk bëhen. Dhe është frustrim që na ndodh neve ky, se e prekin për ditë këtë gjë. Siç edhe juve, siç edhe kushdo në këtë vend. Dhe përpiqemi që të gjithë bëjmë diçka në lidhje me këtë gjë. Aq sa është mundësia dhe përpiqemi ta bëjmë. Plani kombëtar ja ku e ke. Do të ta nis, se sapo e gjej. Okej, te kamera jote aty. Plani kombëtar. Në rregull, duhet i hedhësh një sy. Dhe pse ndoshta online mund të jetë i hequr. Dhe dua, meqense më përmend avokatin e popullit, tek Dega e Thesarit ishte një shpenzim shumë i këndshëm. Thoshte avokati i popullit për mbrëmje nga la për LGBT-n tërhiqte 200.000 lekë të vjetra. E kam dhe atë këtu. Do të thënë, këtu është nuk e di. Më vjen të qesh sepse shikoj të verbërin që del në protestë për të kërkuar të drejtat. E ti që pas ka qysh në vitin 2009, 2013, 14, mos gaboj se s'dua të gaboj, që nuk kishte një suport të verbërit, nuk shikojnë, gjejnë rrugën për protestë në ditët e sotme. 2025 kur këtu dalin disa njerëz që janë si kokramolës, sa herë ke fol për të verbrit, Dorina? Sa herë ke fol ti për të verbrit? O zotri. Sa e interesu ti për të verbrit? Unë e pash para 2 javësh. Sa i diti nevojat dhe problemet? problemet? Zotri, unë i pash para 2 javësh. Ti e ke pa para 2 javësh, po sa keq e bën këtë gjë? Mor zotri. Apo se e pe herë para 2 javësh. Unë jam vajzë e Shqipërisë, unë nuk jam vajzë e Kinës. Nuk jam vajzë e Indisë me 70 gjini. Sa i ke pa nevojat? Or zotri, jam vajzë e Krujës, unë është zotri, të lutem mos më ofendo mua. Edhe unë çunë Po të lutem shumë tani. Po të lutem tani se kur ishim fëmijë merrnim të verbrit i çonim deri në shtëpi pastaj shkonim në shkollë. Mos u merr me një vajzë të Krujës. Të lutem tani. Mos më pyej. Po të lutem or zotri, se jemi rritur me tërbietin e familjes shqiptare. Të gjithë shqiptarë jemi tash. Po pra, pikërisht pra mos më ofendo mua deri në atë pikë. Po ofendoj unë. Se ti nuk e di kush është Dorina. Sa je interesuar ti për ti nuk e di kush është Dorina, se unë kam hapur atë spital që ju i keni vrarë dhe kafshët me acid për me marrë 700.000 euro. Prap neve. E kupton çka keni bërë ju? Ju keni vrarë kafshët me acid banjo e 1000 lekë. Për me mbjedha utanazin. Sa ke promovu ti? Po të lutem si shumë person tani. publik që je, me ndjekshmëri të lartë. Po ti nuk më pas ke ndjekur mua, si do më njohësh ti mua? Drejtat e personave me aftësi. Si do më njohësh ti mua kur unë jap nga xhepi im për të ndihmuar familje që janë në nevojë? Pse revoltohesh? Unë jap nga xhepi im kam dhënë për të në vitin e ri për familjen në nevojë, se ju mungoni. Po sa ke promovu ti këto drejtat e këtyre personave në ato mënyrën tënde publike? Në çdo protestë kam qenë. Dakor, pyetja unë nuk paragjykova. Ti po gjykon një njerëz që nuk e njeh fare. Nuk po gjykoj fare, unë sepse unë do të nxjerr dhe të çoj në email me fakta. Po ju më s'ke nevojë për mund të bëj publike, nuk e pse. Unë do të nis me email sonte. Bëj publike. Dhe nuk jam unë këtu kot. Nuk ka gazetar që të fton kot pa të njohur kush janë ndër vite. Harroje se do të vinin përballë. Harroje. Unë jam ai njerëz që kam punuar në punë private dhe kur nuk kam marrë një taks shqiptarit. Jo se s'kam dashur të punoj në shtet, po se ka qenë një shtet i padrejtë. Dhe jam e zgjuar mjaftueshëm, kam qenë gjithë jeta në shkollë të mesme, pavarësisht që na erdhën ditë vështira se është Shqipëria e vështirë, e jetës, për të rritur fëmijën apo të shënë si ka si vje jeta, unë nuk ngatrohem aty ku shikoj se ka një ujë të turbullt. Nuk e dua. Dhe kështu do vdes unë. Kjo jam unë, ky është karakteri im.
Shumë mirë, kjo është zgjedhja jote shumë mirë. Dakor, dhe çfarë është e vërtetë dhe nuk ma tregon dot vërtetën mua një njeri korruptuar apo një shtet i Nuk e korruptuar. vërteta fillon çaloni çik, se cili e shef të vërtetën pastaj me bot kuptimin. E vërteta? Kjo është çik problem pastaj. Po cënohet nga gjeneza jonë e krijimit, nga ajo që ne prekim çdo mëngjes, e lajme Unë dashurën besoj që çdo kjo mëngjes. shoqëria jonë ka probleme Ju shumë po arrini thella të tjera, ndryshoni dhe domethënë. gjinin, imagjino ku po e çoni Nuk, njeriu. kemi aq Po shumë e çoni probleme njeriu për në jeta krizën sa e mendimit. na bën këto diskutime me t'i këtë harrojmë ligjin për pastaj. barazim Është e gjinore. turpshme që unë të diskutoj, kam mbrojtur me notën 10 inxhinierin genetike, jam akoma në shkollë, më pëlqen shkenca dhe të diskutoj unë, të më shikoj profesorim që unë diskutoj gjinin është e turpshme. Kur kemi arritur të ndryshojmë sekuenca genetike. Pjesë e shoqërisë edhe ti, nuk është se. Po është e turpshme është e turpshme që unë të merrem me gjinina ka më gjini të tretë. Është turp. Nuk të vetë keni thënë ju, nuk është se. Jo. Ju vetë thoni, vetë shqetësoni, Shikoj. vetë shihni si të vërtetë. Ky është problemi që unë kam. Të lutem. Gjini të Okej, treta të dhe lutem, katra. të lutem. Bile ju thatë Atëherë, janë gjinia. 72 apo jo? Gjinia, pika. Jo, 72? 72 72 tani unë një fjalë eksponent preferencë. Partisë Socialiste dëgjova. Një deputete. Nuk e di. Janë 72 Di tha. që u fol për Zonja Luarasi, se për s'ka ndonjë 70 gjë, se u bë publike. Për 72 gjini. 72 gjini. Dëgjova unë që u fol. Edhe është shit si e vërtet kjo që janë 72. Prita gjem ku thoshte gjinia. S'ka problem se ligjet aty Po, pa merak, apo pa s'është një merak. çështje, projekt ligji i fundit është Jo, ai që juaj është miratuar. 2025-ën. Ai që është miratuar. Jo, ajo që kemi lexuar ne, meqense të miratuarin se pas ke gjetë, shko gjej pastaj hajde me mua. Se unë s'do gjej për ty. Jo, E po para. ky ai miratuari E është. dyta, edhe një herë. Kemi pjesën e gjinisë ku thot gjini gjithë përfshirëse. Në kuptimin gjithë përfshirës, gjini. Sipas këtij ligji ka kuptim gjithë përfshirës, në përputhje me parimet e barazisë dhe të mos diskriminimit lidhur me identitetin dhe shprehjen gjinore. Pra, jemi tek pika F e vitit 2008 që është e caktuar qartë. Integrim gjinor është procesi që zhvillohet ndërmjet femrave dhe meshkujve. Ndërsa këto thonë kuptim gjithë përfshirës. Pra, mos na hidhni në shashka, sepse e pam shumë mirë se çfarë keni futur dhe për çfarë e keni bërë gjithë ndryshimin, sepse është Ministria e Shëndetësisë që e kërkoi me ngulm, ajo ministri që kërkonte surrogacin të merrte jetë atë çmim, ta nxirrnin gruan si një trajse që prodhon fëmijë dhe mbulonin dhe një liq të shëmtuar të sterilizohet një fëmijë pa praninë e prindit dhe s'kishte moshë dysheme. Pra dhe një fëmijë 11 vjeç, 12 vjeç, 13 vjeç, 14 vjeç nuk kishte moshë dysheme, mund të sterilizohet. Dhe na i kanë mohuar të gjitha. Mohimi nuk ju zgjidh asgjë. Ju zgjidh vetëm dorëzimi dhe të thoni më fal dhe të qëndroni këtij kombi me ndershmëri. Kaq. Po kërkon shumë Dorina? Nuk kuptohet që po kërkon, po gjithsesi Tani, që diskutojmë këtë pjesën e ligjit që kaloi me 77 vota, që u diskutua kaq shumë këto ditë. Flitet për dy gjinit, burr grua. Tani, sepse argumenti kryesor është që i kemi përshtatur me Bashkimin Evropian ku edhe synojmë të integrohemi. Tani 21, se ky është fakt, 21 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, vetëm 2 gjini kanë. Tani çfarë ka, cila është kleçka tek ky ligj se nuk po e marrin vesh? Po jo pra, se ti vetë një deputeti e Partisë Socialiste tha ka 72 gjinita, 71, 72. Ne tha nuk do marrim në bazë. Pano dhe pastorin që ka folë për 70 gjini. Jo, ta them Iris Luarasi e nxori shifrën e 72 gjinive. Tani se si e tha nuk e di. Unë pas kam pa njerëz tjerë, ju pas keni pas, shef që e vërteta është gjithmonë kështu. Po, keni të vërtetë ju. S'keni të vërtetë ju. Prap neve. Vetëm shifra. Po kush jemi neve? Shifra, fonde, materie, aramanike, është bota aramanike juaja. E kupton, mish, kocka, ta eksperimentojmë, ta presim, ta tredhim, do thënë, nuk ka pjesë shpirtërore. S'keni pse i tremi Jo, jo. Pjesa shpirtërore, morale, digniteti, e drejta dikur ishte moral. E drejta dikur ishte moral, sot edhe ai trans, më erdhi shumë keq kur Luana tha, fondet. Pra i kanë edukuar me frymën e tyre. Pra që puna është vetëm fonde, interes, fonde, po jo, ka dhe moral në mes një punë. Sepse edhe një artist nuk do lekun sa e shiti një pikturë, po do t'ja pëlqejnë atë pikturë, të ndihet mirë dhe krenar për atë pikturë, do një çmim për atë pikturë. Kush e që nxori bananën në ekspozit, po tash. Ai është juaj, o sa bukur. Ai është juaj, është liberal,
progresist. Po, Ai është arti juaj. ato që Klasike ato që konservatorizmin nuk ju se shkojnë doni. tonat, ato janë Ja, po klasiken ju e luftoni. Po, Ja, dakor. se doni ju klasika. Po më mirë se mund diskutojmë dhe më rahat bashkë, nuk jem pse e Po, bëjmë po, kështu po. ne ju llogore. Po klasika, Nuk shoh në i kuptim në vetë. logore është ka ardhur në këtë pikë Gjithsesi ligji në konceptin e gjinisë, e para herë ajo që thoni ju. Po se në kjo lidhje prodhoi me- debat pra. Po pra. Edhe protest Shumë teksa votat kalonin në parlament. Shumë dakord. E para nuk e di për çfarë i referohen ju herë këtyre isëve të një vendeve të Bashkimit Evropian, nuk e kuptoj. Për çfarë Këto e kanë vetëm për burr çfarë po grua. diskuton. Po edhe ligji jon për burr grua flet. Po mirë pra, po duket se djalli fshihet në detaje në këtë ligj. Ja, po Po s'ka mirë, djallë. doni Djalli ta- është burr i po doni mirë. të kërkoni thonjë djallë, zotërin? gjeni djallë kudo e gjeni. Djalli Edhe është te Po mirë, finxhani janë ngritur kafes, kot. njerëzit Jo, më jo. përpara kanë gjetë Ata djallin. qytetarë që protestuan, Aty është. protestuan kot. Jo, jo, që ti kuptojmë E shohin gjërat. edhe te yje djallin, kudo shive djallin, nëse Po da- do të shohësh djallin. Tash këtu çështja është Kot protestuan ata qytetarët, po sepse jo më kot unë jam se edhe 5 vet atje në protest kanë të drejtë për ato çka protestojnë. Jo më kot, ja u Të thash. dëgjohen, ë, po, jo shumë- se shumë dakord, kanë dhe të shumë drejtë. mirë bëjnë që dalin dhe duan të dëgjohen. Po. Jo më kot, ja u thash që në fillim. Që shqetësimi kryesor që unë kam pasur në lidhje me miratimin e këtij ligji ka qenë pikërisht dezinformimi dhe keq informimi. Dhe kur dezinformohen dhe keq informohen njerëzit. Po. Për çfarë janë keq informuar në këtë rast, janë Po ja dezinformuar. pra këtë që e para herë do i marrin fëmijët njerëzve me ja marrin se Kush e kështu ka është thënë edhe një nga Kush e ka narrativat. Do ju thënë? marrin Kush e ka fëmijët juve thënë? shteti. Je me mua këtu përballë, kam thënë unë atë fjali? Po kush po të referohet? Po pse Jo. pse personalitet? Shteti do edukoj fëmijët tuaj, Ta mbaroj. sikur se është futur Azizaj në A shkollë. lam që s'do ndërpritemi. Më fal. Dakor. Po, mos e Pra- ti po e zmadhon, ti po korr. Është thënë që ky ligj prek familjen. Dezinformacion. Ndërkohë që ky ligj për shembull vetëm me familjen ky s'ka të bëj. Jo. Se Nuk e prek familjen ky? Nuk e po prek. s'ka të bëj ky Po me pse për çfarë familjen. foli Dorina Me deri tani, familjen. gënjeu? Jo, jo. Nuk e prek Ato vetëm nuk se e di, atë marton. vlerësojnë një ose Marton publiku. marton burrat Unë ju bashkë them dhe s'do që ketë më linçmëri. Ato vlerëson publiku ligji se në ne- Shqipëri, shumë mirë. Ligji në Shqipëri që merret me familjen është kodi i familjes. Nuk është ligj për barazinë gjinore. Ligji për barazinë gjinore nuk ka asnjë lloj parashikimi që mund të lidhet me familjen. Të asnjë lloj natyre dhe dimensioni. Ndërkohë që thonë që është ligj antifamilje, për shembull, është ligj do shkatërroj familjen, që do ta degeneroj familjen, kështu është thënë. Ndërkohë që ky ligj nuk merret me familjen. Nuk e ka në rregullimin e vet. Ti thua nuk e kam aksesuar as të plot dhe ndërkohë flet me siguri se bie pak ndesh këtu. Po projekt ligjet pra që kanë qarkullu dhe nuk është se ta shohim, mirë, bëjmë një tjetër ne kur dali ai që do publikohet. Por nuk merret me këtë gjë. A do të jap një fjalë? Bindu për këtë gjë, nuk ka ç'të bëjë me Jo, të familjen. kundërshton Dorina se un jam Okej. neutrale. Edhe fëmijët njeriu, se edhe Ke këtë shumë du ta të them, drejtë. me zor nuk do ja marrin njeri. Ke shumë të Dhe nuk drejtë. do edukoj njeri Po marrin fëmijët të me zor. varfrit si puna e Luanës, Rregull. marrin të Nuk varfrit. ndodh kjo gjë. Po për Të modele. ndodhi kjo gjë është fatkeqësi e madhe për neve si shoqëri. Ndodhi Marrin dje dhe fëmijët ju me nuk zor. bët asgjë për këtë Dhe të fatkeqësi. indoktrinoj njëri fëmin me zor. E kishe dje në Është problemi, televizion edhe ke është problem qeshur. madhor ky në lidhje me këtë gjë. Kështu që janë hedhur disa gjë dhe detyra që të paktën edhe ne si institucion kemi pa dhe ne këtu po merremi si institucion, se një nga detyrat e kemi është të informojmë shoqërinë mbi barazinë, jo vetëm gjinore, mbi barazinë vetëm, mbi diskriminimin dhe mbi shumë sjellje diskriminacion që mundohet. Dhe detyra ka qenë që të paktën të flasim disa të vërteta dhe hajde të bëjmë një diskutim tamam ne s'kem se bëjmë diskutim me parrulla. Të bëjmë një diskutim. Dhe s'kem se bëjmë diskutim me subjektivizmin tonë që kemi në kohë. Mos zotri, un po Ne të mund jap bëjmë ti s'po kthe diskutim- përgjigje, un po Po të një them. sekondë, ta mbaroj Ti nuk po arsyetin. kthen, ti po flet në ajër. Po të Po, lutem mi më shumë dakord. flasim me fakte. Po, mi më Je dakord, kishe unë- faktin Luanën dhe ti Fjala po e në ajër mohon. shkon, se Ti po në e ajër do mohon shkoj. Luanën, mo zotri, e ke me fakt njerëzor. Me ç'kuptim Një po të e varfër mohoj, që me shiste Zorinës? kikirik në plazh. Ç'do thotë E kjo keni po e marrë mohon? dhe e keni bërë trans. Ç'do të thotë kjo po e mohon? Ai nuk se di kuptoj. çfarë do nga jeta dhe ku është, e keni lënë me skatë rrugëve. Ju po i shkatroni Po ç'është kjo, jetën me keni rinis. lënë, hiqe këto e keni lënë. Mor zotri është me skatë rrugëve sot. Po më ka shumë njerëz. I keni me bërë skator telefon rrugëve ju në atij, Shqipëri, fëmije? Dhe shqetësohen për shumë njerëz Kush i që ka janë me skator bërë? rrugëve në Okej, kush i Shqipëri. ka bërë telefon? Siç janë dhe ato fëmijët që kur Atëherë del ne- rrugët i shef që shesin. Jo, Kur atëherë duhet ne jenë pas shkollë, kemi dhe ato marrë. me skator rrugëve Jo, janë. jo, ai ka qenë me një qendër. Këtu është ndryshimi. Po, e Ka tash qenë në përgjegjësinë e tash qendrës. ky diskutimi që ti po bën. Jo, jo. neve- Përgjegjësia e të qendrës lutem, ku qëndron më Ne zotri? diskutojmë këtë gjë, Ore, ato në fondet është e ku kot- shkojnë? është e kot që flasim për Zotri, këtë gjë. fondet ku shkojnë? Për aq kohë sa kërkum që ta verifikojnë njerëzit fondet të flasin pastaj mbi fondet ku gjëra. shkojnë më zotri? Po ku e di unë ku shkojnë fond, pse nuk e di për fond. Në rregull, atëherë Unë jam një institucion fjali. publik. Po, po. Ne një vjeti Unë atij di ligji që justifikoj- ne kemi Më fal, kundërshtuar. jo Okej. të lutem se Jo, do se- blesh të mbaroj se s'po më do lë të të lej, mbaroj. po vetëm të bëj. Ne një vjeti të ligji. bëj një saktësim. Jo, nuk do saktësoj. Për fondet, pra, Jo, për do fondet. filloj unë sepse po flet gjëra në Po ajër. Dorina, për Ne fondet një nuk vjet, të them. jo, A më ne një pyete për vjet. fondet, ku i çojmë fondet? Aha, ku i çojmë? Ne jemi institucion publik dhe marrim fonde nga buxheti i shtetit. Edhe i kemi të gjitha. Po në faqen tonë,
shikoj, nuk duhet dhe aty janë fondet tona. Nuk duhet jesh ti Jemi dakord tjerë, kuptohemi për këtë gjë? Jo, duhet jetë një më lart se ty tendencën ti përfshish gjithë gjërat me ju. Tendenca shtylla kurrizore e drejt. Fondet tona, shtylla kurrizore e drejt. Edhe juve jeni këtu, hyke faqa. Web e institucionit, një njeri ku i çojmë fondet. Që po na sulmon ne sikur sajojmë të jeti drejt me ne shtylla kurrizore e drejt. Kanë përgjegjësi ata më shumë se sa ne. Nëse ne kërkojmë një fjali, ata kanë përgjegjësi të kenë transparencë fondesh, nuk ka transparencë fondesh ku shkojnë. Atëherë kemi një pikë shumë të rëndësishme në një dhjetë, gjuajnë me ndjeshmëri. Atëherë unë nuk e kuptoj këtë ligj, mirë tha dhe Fevziu mbrëm, se gjua me ndjeshmëri gjinore e them bukur unë, por këtu shkruhet gjua e ndjeshme gjinore gjithëpërfshirëse. Pra, një sekond. Ky ligj është kundërshtuar nga ne. Nuk e di çfarë kanë bërë, çfarë kanë fshehur, se ku janë, unë nuk e di çfarë bëhet këtu. Këtu është gropa zez. Atëherë, në certifikatat, diplomat, titujt akademik, dokumentet e certifikimit të kualifikimeve profesionale, pozicionet e punës dhe profesionet, licencat, tekstet mësimore, materialet studimore, përkthimet, punimet e referimet shkencore, si botimet të çdo lloji, këtu po hym tek arsimi. Përdoret gjuha në përputhje me gjininë gramatikore si gjithëpërfshirëse. Nuk ka lidhje këtu, mos mi ngatron mua me rom, siç mi ngatronte tek Grida Duma dikush, që nuk e di domethënë se si ulet aty. Ajo është gjuha me ndjeshmëri gjinore. Dhe si gjithëpërfshirëse, jo gjithëpërfshirëse në gjini, se gjinia ka të bëjë vetëm me personifikimin seks mashkull. Më lejo të shpjegoj gjinia, nga vjen gjinia. Në vitin 1950, u hoq termi seks dhe u fut fjala gjini nga seksologu dhe nga psikologu i quajtur John Money. Ai e mori një klient të tij dhe i cili kishte ndruar gjini pra në organin genital, i cili ka vrarë veten dhe i gjithë ky proces është dënuar nga etika mjekësore. Dhe ka qenë periudha kur në bioteknologji po bëheshin eksperimente për të ndërhyrë në XX dhe XY, ku ju referua dhe dëshmia e shkencës se është një fuqi më e madhe se sa e jona, se nuk e ndryshojmë dot analizën e kariotipit. Po sfidojnë natyrën. Atëherë, sfida ndaj natyrës dhe analiza natyrore e Zotit dhe analiza natyrore e idiotit. Pra në këtë fazë jemi ne, kur këto dy gjini që janë dëshmi e krijimit, që janë dëshmi e jetës tonë përditshme, që janë dëshmi e jetës ekonomike, kulturore, shkencore, të cilat na e lehtësojnë jetën dhe na kanë sjellë në këto vështirësi në debate, se ne duhet ta kalonim kohën tani më për të krijuar një projekt bashk. Që Dorina t'ju ndihmonte në një projekt, po ne po debatojmë pikërisht analizën e idiotit, sepse kjo analiza e idiotit po sjell një dëshmi që nuk ekziston për të ngritur një eksperiment tek njeriu, që të hyjnë sa më lehtë tek fëmia për të realizuar njeriu në eksperimentueshëm. Dhe ne po qëndrojmë që të qëndrojmë tek potenciali biologjik dhe tek e vërteta, ku njeriu ka potencial dhe është një element për të sjellë fryte në jetë, për të qenë një punëtor me mendje të shëndetshme, për të qenë një pjellor për një komb që ruan sovranitet dhe trashëgimi genetike. Pra, po dëmtohet sovraniteti kombëtar. Me këtë unë e mbyll se nuk kam çfarë të them. Ti çfarë do thuash? Edhe këto i quan, sepse ajo po citon në ligjin. Edhe aty ku e citon, na e shpjego ti tani pak të ndjeshmërinë e gjinisë. Po e shpjegoj siç unë e kuptoj. Po. Se unë s'marr përsipër të kuptoj për tjerë. Gjua me ndjeshmëri gjinore lidhet me faktin që në konstruktin social të shumë shoqërive, një pjesë e madhe e jetës është rrotulluar rreth burrit, duke e nënshtruar gruan në të gjitha dimensionet e jetës. Politike, sociale, ekonomike, kulturore, deri dhe gjuhësore. Dhe i pjesë të madhe e ligjeve që neve kemi sot, dhe jo vetëm ne, ky është diskutim që ndodh në shumë vende, është që ky reflektimi i dominancës burrit në shoqëri ka bërë që edhe gjua e përdorur në dokumenta zyrtar, në emërtime institucionesh e tjerë, të jetë në gjini mashkullore. Okej? Dhe për i pjesë shoqërisë, që është femërore, në shumë raste i duket e padrejtë, që pse duhet ketë një dominancë gjuhësore vetëm mashkullore. Për shembull, ne kemi paradokse të tilla që kemi sot avokat e popullit, që është grua, dhe i themi avokati i popullit.
Dikur komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi ka qenë grua. Dhe atëherë, gjua me ndjeshmëri gjinore merr përsipër që e para të shmang këtë lloj, po themi, maskilizmit të tepruar në gjuhën e dokumentave zyrtare. Duke edhe këtë, prap nuk e rregullon ligji. Ligji vendos parimin, sepse kjo do kërkojë ndërhyrjen ligje të tjera. Duke bërë që ose të përdoret, kur përdoret një nominim gjinia me slash të dyja gjinit, pra kur thu komisioneri, komisionerja, me slash, ose pse jo, institucionet dhe shumë gjërat quhen në gjinin femërore. Pra të mos jetë më termi, po themi, identifikimi mashkullor i një institucioni ose i një fenomeni, i një, po themi, institucioni zyrtar, po të jetë në gjinin femërore. Jo, pse të jetë avokati i popullit, po të jetë avokatja e popullit. Unë jam shumë dakord. Pse të jetë komisioneri për mbrojtje, po të jetë komisionerja për mbrojtje. Kjo është ideja e gjuhës e ndjeshmërisë gjinore në gjuhë. Këtë synon. Dakor, Unë jam shumë dakord me ju në këtë pikë. Dhe mua më bëhet shumë qefi që ti e me ne. Atëherë, edhe njerë, detyrimet e punëdhënëses, punëdhënësit në marrëdhëniet e punës. Ajo logjik që është përdor aty është. Gjua me ndjeshmëri gjinore. Meqense jam shumë dakord. Se unë nuk besoj se një burrë si ju është më pro që t'integrohet gruaja më tepër se sa një grua si unë që jam revolucionare në karakterin tim. Vazhdojmë. Të punësoj pa diferencim gjinor apo për shkak të përkatësisë së shumëfisht, përkatësia e shumëfisht flet për punësimin edhe të gjinive të tjera. Po jo, më jo. E ka thënë LGBT-ja me postimet. E ka thënë LGBT-ja dhe kanë testuar. Ma beson fjalën të sqaroj unë. Pse ka testuar LGBT-ja, të lutem shumë. Po unë nuk përgjigjem dot. Unë të them ta sqaroj unë si vazhdo, mos ta ndërpres, po ta sqaroj unë si koncept. Pse ka testuar LGBT-ja me një brirëshin e tyre? Një sekond tash. Në çdo këto pyet njerëz si mos më pyet. Në rregull. Të promovoj shpërndarje të barabartë ndërmjet grave dhe burrave, të rejave e të rinjve në të gjithë. A thot grave dhe burrave? Në të gjithë diversitetin, prit, se do të thënë. Po e pra se këtu për këtë e kisha unë detajet, sepse fillimisht e nis burrit dhe gruas, pastaj në të gjithë diversitetin. Pra ka një gjë. Do të ta shpjegoj për mos e ndërprej. Diversiteti i burrit dhe i gruas, diversiteti. Po sepse a mundem apo doja ta vazhdoje? Okej. Tash unë po flas, po i përfshi të dyja sepse ndërlidhen. E para që të kuptohen. Gjithë përfshirja dhe diversiteti konsiderohen tashmë parime në shoqërinë dhe legjislacionet tona, sa i hasim në shumë ligje. Pra koncepti i gjithëpërfshirjes është koncept që haset në shumë ligje. Dhe ç'e synon gjithëpërfshirje? Nga vetë termi. Synon që edhe ato individët më të pamundur, edhe ato grupet më të marginalizuara të jenë të përfshirë. Kjo është gjithëpërfshirje. Që të kuptoj. Të gjitha grupet. Edhe një herë kush grupe? Individët më të pamundur. Kush? Individu, çfarë do lloj individi i pamundur, në çfarë do lloj pamundësie? Si grup vulnerabël. Daç për individ, më thash. Daç për aftësitë kufizuar, daç për ekonomi, çdo individ në pamundësitë e tij dhe çdo pakicë shoqërore e marginalizuar, koncepti i gjithëpërfshirjes bën që kur hartohen politika, të mos kehen parasysh vetëm nevojat e mazhorancave të ndryshme. Por të kehen parasysh dhe nevojat e atyre individëve që ne folëm që janë të pamundur dhe atyre pakicave shoqërore, pakicave të ndryshme shoqërore, të cilat janë të marginalizuara ose të paragjykuara ose të diskriminuara. Okej? Jo, nuk e duam diskriminimi. Kjo është parimi i gjithëpërfshirjes. Diversiteti çfarë është? Diversiteti tregon që një shoqëri nuk është uniforme, në kuptimin siç ishte komunizmi që doan të bënte njerëzit një prerje. Diversiteti thotë që në shoqëri ka shumë llojshmëri, ka pluralizëm. Idesh, mendimesh, njerëzish, pëlqimesh. Për këtë e ka diversitet, se diversitetin e kuptojmë në çfarë është, po në këtë, Dorina, je dakord ti? Unë nuk e dija pse feston LGBT-ja kur çeka për ne. Që ka për ne konservatorët kundër komunizmit dhe feston LGBT-ja. Ta mbaroj se do dalte përkatësia shumë. Okej. Pra, kur përdoret termi gjithëpërfshirës dhe diversitet, synohet për faktin që patjetër burrat dhe gratë, po dhe burrat dhe gratë nuk janë vetëm burra dhe gra në jetë. Janë dhe gjëra tjera. Dorina është aktiviste. Pra është nuk për këtë i referohet. Jo, po cilësohet ndryshe. Atëherë, unë prandaj thash, unë po them tash ma lën ta them sepse mendoj që është e rëndësishme kjo gjë. Pra, përkatësia shumëfisht dhe këtu dalim ke termi, tregon faktin që një njeri nuk është vetëm një gjë në jetë. Është disa gjëra në jetë. Pra unë jam edhe burr, jam dhe shqiptar,
jam edhe profesionist në në rregull fund, po jemi kjo ne, është po këtu është kjo. Pra e diversiteti. Shiko. Jo, po prit, Ty themi gjë në konfidencë. Jo, një pyetje. Në konfidencë. Neve ky diskutim, dhe unë më vjen mirë që du ta them të gjë, më ka bërë mirë dhe mua. Pse? Po sepse neve duke u marrë shumë me këto koncepte, kam konsideruar si të mirëqenjë që këto tashmë duhet ishin të tejkaluara e para një herë sepse janë prej shumë kohësh legjislacionin tonë. Pra nuk kemi në gjë të re neve në gjërat që po diskutojmë aktualisht. Përkatësia e shumëfisht lidhet me atë që quhet diskriminimi i shumëfisht. Dhe neve e kemi jo vetëm ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi, por e kemi edhe në ligje të tjera. Pse? Sepse çfarë thot diskriminimi i shumëfisht? Thot që dikush nuk diskriminohet vetëm për një shkak, që për faktin që është grua, por diskriminohet për disa shkaqe njëkohësisht bashkë. Pra, një grua me aftësi të kufizuar, pra diskriminimi ka ndodhur edhe se është grua dhe se është me aftësi të kufizuar. Rregull, edhe se është burr, edhe se është musliman. Pra përkatësia shumëfisht lidhet me faktin një herë që një njeri është shumë gjëra, ka disa përkatësi një njeri në jetë. Dhe është ndërthurja e këtyre përkatësive që mund të ndikojnë në një sjellje diskriminuese. Me këtë lidhet. Jemi dakord. Gjëja që unë po ju thoja është që tani kemi dy versione. Pse na ka bërë mirë? Po mirë, diskutimet këto janë se ka versione ndryshme. Po jo, kur e zeza në të bardhë lexohet në dy variante, këtu është problemi pra. Mos u habit për këtë gjë. Këto janë fjalë. Po se s'mund të jetë relative kjo. Ligji relativ kjo është paradoksale kjo. Jo, kjo nuk është paradoksale. Kjo është ajo që ndodh. Se ligjet ishin aq thjeshta sa shtoni ju për të kuptuar, s'pas ka nevojë për gjykata për t'i aplikuar. Ligjet interpretohen, çdo tekst është i interpretueshëm. Edhe një tekst, një tok fjalë është shumë i thjeshtë është i interpretueshëm në mënyra të ndryshme. Kjo është pesha që kshu janë fjalë interpretueshme në mënyra të ndryshme i hap rrugën shprehis apo gjendjes së një individi kur do shkojë dhe do kërkojë në pasaport apo te këto diplomat që thuat se unë jam gjini androgjen apo shëndsika. Hapet rrugë. Në pasaport, ja prap një ligj tjetër që do duhet kërkojë ndryshim nëse do duhet ndodh. Jo, është ndryshimi i gjinisë. Për trancat kërkohet një dokument nga Ministria e Shëndetësisë, kaq. Ndryshimi i gjinisë. Okej, në rregull. Ndodh në ligjin për gjendjen civile dhe ju e dini shumë mirë, s'kam se. Po gjendja civile dhe që ndodhi ajo që thu ti, duhet që ndryshohet ai ligj. Po ti e kupton që ata kanë lidhje me një certifikat familjare? Po si mund të bëjnë? Në çfarë kanë lidhje me një certifikat? Po i hap rrugë krimit mo zotri që një burr vishet si grua. Po çka krimi? Si që ka kriminale? Po i hap një rrugë. Ju ti the mund të jetojnë jetën e vet tash e bëre kriminale? Po mor zotri, po i hap rrugën krimit të maskohet. Po si mund të jetojë një jetë si po e likë një njeri të lirë ti të jetojë në jetë vet kur i thuje kriminal? Nuk mund të kuptoj. Tash ashtu e ka pa jetën. Unë po them, nëse do ndryshoj. Po i hap rrugën krimit ky thotë njeriu. Përmende dokumentin zyrtar të identitetit. Po ajo po ndalet dhe te efektet. Nuk po më kupton. Jo, nuk i njohin efektet fare. Ky është një ligj që ka hapur rrugën e multigjinisë sepse ky prek gjinigjit përfshirëse. Shprehigjit përfshirëse në diversitetet e tyre. Nuk ka fjalë tjetër. Dhe në Kanada kur filloi ky ligj, me këtë fjalë ka filluar. Të lutem shumë mos më bëj të ta hap të ta nis prap në email, se u bën 3 pika që do të nis në email. Po kjo pra është. Mos më nisni me bëj publike. Po kjo pra është. Kjo është në email. Nuk ka brir që të dali me brir gjinia. Gjinia ka diversitet. Pra fjala e multigjinis është në diversitetin e tyre, këto dy njerëz, burr dhe grua, Adami dhe Eva, në diversitetet e tyre në kontekst social. Më pastër se kaq nuk ka dhe duhet ta kuptosh që e kanë hequr te ligji i ri multigjinin sepse ishte dhe ndaj ndryshuar sepse kishte një reaksion. S'ka qenë si koncept multigjinia. Të lutem shumë tani se ty ta tha Iris Luarasin. Vendosa ajo dhe bëri pastaj në projekt ligj mazhoranca pa ndryshime. Ka qenë si koncept? Po gjini gjithë përfshirë se çfarë është. Po unë po mundohem me t'i sqaroj. sqaroj. Po nuk ma sqaron do ti mua se gjinia ka të bëjë me mashkullin dhe femrën, përfaqëson seksin, nuk përfaqëson gjurën time të lëkurës. Jeni ju gabim zotri. Shkoni, shkolloni, të lutem shumë. Po aq përpiqemi, aq shkollë sa kemi. Jo pra zotri, jo, gjinia është ndërtuar mbi seksin nga John Money dhe këtu e mbyllim kapakun. Po jo, ka dhe një konstrukt social gjinia. Po patjetër. Pse për ju jo? Po patjetër që ka konstruktin social. Nuk ka valencë sociale gjinia. Por gjinia përfaqëson femrën dhe mashkullin. Nuk përfaqëson diversitet në këtë gjë. Nuk përfaqëson diversitet. Janë tipare të tjera ato që është fjalë tjetër që duhet ishte përdorur nga këto mbretërit e projekt ligjit tuaj. Ta gjejnë dhe ta vendosin një fjalë tjetër. Këtu mos na sillin diversitet gjinor. Të lutem shumë. Gjejeni dhe vendosin, nuk është detyra ime, unë jam biotek.
Unë ditë të them pushtetin biologjik njerëzor të vërtetën e njeriut. Nëse ti nuk je njeri, atëherë më tregoj që si je njeri. Më vërtetoj që ti nuk je njeri. Dhe në ato streha ku keni çuar Luanën për ta mbyllur, le të çojnë politikanët fëmijët e tyre dhe ta shikojnë. Është një projekt i padrejt, është një lëvizje e padrejt, është një grop e zezë pa transparencë dhe po mbulohet me fjalë të bukura, të cilat të çojnë gjithmonë në deviancë. Asnjëherë nuk po i dalin ballë këtij problemi. Vërtet i bëjnë tranca fëmijët, po nuk i del kush ballë, i lejnë mes katër rrugëve. Kjo është situata. Tani, kam një pyetje unë se si kaos tani Dorina ju, çfarë do të bëni se jo, po tani edhe opozita është vënë në vështirësi për shembull, që ka qenë në sinkron me ju. Opozita duhet të përfaqësonte konservatorizmin. Po jo, erdhi reagimi i fortë nga Brukseli. Brukseli. Më përpara. Opozita duhet ta bënte këtë përfaqësi konservatore më përpara. Shumë vite më përpara, sepse e djathta është konservatorizëm. Po mirë, bëhet duke etiketuar për shembull emër nominal ambasadorin Gonzato, siç bëri për shembull Gonzato duhet të shikojë. Që erdhi dhe reagimi. Gonzato duhet të shikojë me ndershmëri se janë shkelur të drejtat e një tranci që mendojnë se po i mbrojnë të drejtat. Pra, ne kemi një tranc sot që është totalisht mes katër rrugëve, janë shkelur të drejtat e tij dhe nuk është punuar që të ndërtohet një jetë e tyre sikurse e pas kanë ndjerë hormonalisht apo është ndjerë në një dimension më dyshe në moshën kritike. Dhe në këtë moshë kritike është marrë, është përdorur për promovim nga streha, se streha këtë ka model. Nuk ka streha model. Unë nuk kam parë nga streha të dali një shkencëtar normal, edhe me potencial mendjeje. Po unë kam parë që dalin viktimizohen dhe thonë ne jemi të sulmuar se nuk ndjehemi mirë dhe ne kur nuk ndjehemi mirë dhe jemi të dobët ne duam ndihmë, ja kanë dhënë fondet dhe këto fonde nuk kanë transparencë. Kjo është situata. Nuk kemi si ndihmojmë ne kur del një gjëm. Janë ata që duhet ta ndihmonin, ata çuan në prokurori, ata e sulmuan dhe i bën presion. Kjo është situata. Pra kur të bëjnë presion do të thotë që këtu ka diçka për të fshehur. Unë kështu e lexoj. Është akoma nivel pretendimesh, ë? Unë kështu e lexoj. Se nëse ashtu nëse do ishte në të kundër dakor. Do e thërrisnin dhe do i thonin kush është problemi po juan? Është çik problem kur me pretendime jepen si të vërteta. Ai është një fëmijë. Se mund t'i ndodhi kujtdo. Që e kanë gjetur duke shitur. Mund shpifet edhe për ty, edhe për mua, edhe për ju. Dhe nëse këto jepen si të vërteta të gjithëve, besoj. Prandaj është e nevojshme që për këtë situatë, e cila në pretendim është shumë e rëndë, do u ngulkëm ta them të gjë. Por është e rëndësishme që tash ta kuptojmë të vërtetën. Asa keq. Ai donte të kthejë djalë. Ju mund t'i paradini të vërtetën, po është si problem kështu. Ai donte të kthejë djalë, të vjen të qash, ë? Ai donte të kthejë djalë. Ka mbetur në udhkryq. Dhe kush ta ka bërë? Organizator. Ojë thot. Fondet, modeli. Unë nuk e kuptoj çfarë po bëni, por mbas disa vitesh unë nuk dua të jem, e kam thënë, një ndër ata që ka punuar për këtë rrymë. Unë dua të qëndroj tek rryma e natyrës biologjike dhe do luftoj fort për këtë. Kaq. Tani, se ju e përsëritet, po duke mos reaguar askush për ta verifikuar këtë të vërtet relative që e cilësuat ju për rastin që u publikuan media, që po i referohet me qenë se ka komunikuar edhe Shiko, streha është organ publik. Ju si gazetar mund t'i drejtoheni për të kërkuar informacion. Ku ka të drejtë? Po jo, po pse vetëm te kjo po ndalemi? Do ky është problemi? Tani ti po thua për verifikim. Jo, institucioni juaj mund të jetë edhe iniciator, po patjetër. Po patjetër, pra se ai jeni si media keni kërkuar informacion, është institucion publik ajo. Ju keni kërkuar informacion lidhur me këtë gjë? Jo, se këtu në këtë vend jeni mësuar sepse gjithçka media e bën. Jo, media e bën gjithçka këtu. Jo, po sipas te bën që do të bëj komisionerin gjithçka. Tani unë fola për institucionin tuaj dhe ju më thatë në kryeterës që ne nuk bëjmë gjithçka. Tani ti bëjmë media këto, se media e ka për detyrë ti bëj gjitha, domethënë. Media i bën privatisht për burimin e vet, informacionin e vet. Jam këtu për të ta treguar institucionin. Po dakor, pra, po ju si institucion? Po tani unë besoj se sqarove, nëse do diskutojmë neve po xhirojmë po kërkon nga media, teksa nuk e bën ju si institucion i linjës, do ta bëka media. Keni kaq interes, jeni interesu po pyes apo jo? Jo mund të jepni përgjigje, jo deri tani mund të interesoheni nesër. Po sepse kauza juaj është pikërisht të drejtat e njeriut, lufta kundër diskriminimit, kështu që në sinkron jemi. Të nderuar, do duhet bëjmë një emision tjetër, ju shpjegojmë çfarë bëjmë dhe çfarë nuk bëjmë.
Jo, patjetër e bëjmë me kënaqësinë, po jemi këtu në këtë pikë. Po sepse ajo i referohet rastit që u bë publik dhe ju gjatë gjithë kohës thoni që e vërteta është relative, ne nuk e dim ajo ka gënjur apo jo. Meqense ju se besoni. Po pse më thu mua koncepti që i ke ti në kokë? Nuk thani e vërteta është relative. Për mendimin tim, për mua, si jurist, si profesionist, e vërteta do duhet të verifikohet, sepse ose një thënie, ose një deklaratë, ose një çfarë do lloj gjëje. Pse? Sepse është kollaj sot që dikush të dalin në media, të hedhë një diçka të pavërtetë, dhe neve gjithë ta marrim si të vërteta gjë dhe të bim gjithë të rahat. Jo, nuk funksionon kështu. Sidomos në këto kohë ku shpifet shumë, sidomos media online, është detyrë që patjetër të diskutohet mbi fenomenin, por jo tipet si i vërtetë. Sepse atëherë ka që qeken institucionet se ne të vërtetën e zgjidh kemi kështu publikisht, secili e gjika vetë vërtet në vetë, e hedh aty dhe neve themi që kjo është e vërtetë. Unë mendoj që patjetër duhet diskutojmë dhe ne diskutojmë. Tash neve po kthehemi sërish te e njëjta gjë. Mund ta bënim në lidhje me këtë argument, në lidhje me këtë situatë atë debatin ton. Po mendoj që të folëm një herë. Dhe unë jam gjithmonë i prirur që patjetër diskutohet, po jo tipet si e vërtetë absolute, sepse nëse është kështu, kjo është problem i madh. Besoj jo vetëm për mua, por për këtë do. Se është kollaj kjo gjë. Prandaj diskutuam, folëm dhe unë nuk është se ka verifikuar njëri pra. Se kanë verifikime. Po ku e dimë ne? A dini ju po e verifikon njëri? A dini ju ç'mund të ketë ndodhur, domethënë se ju flisni me bindje shumë absolute për këtë gjë. Okej, presim, dakor. Unë po them, nuk është se Robert ke shumë. Pastaj ju e doni edhe e vërteta, më fal se e fundit. Nuk vjen kështu me një herë. Sidomos institucionet kanë nevojë se për shkak ligjesh dhe rregullesh dhe procedurash që kanë nevojë që të marrë kohë gjëja. Do hetohet, do pyeten njerëz, do shikohen dokumenta, gjëra pretendohet që kanë ndodhur në 2015, jemi 2025. Pra, ka aty punë për të bërë. E vërteta këtu është problemi i vërtetës përgjithsisht, vonon në vetvete. Është shumë kollaj shpifja, dhe është shumë kollaj subjektivizmi, se e hedh më i herë në treg, e vërteta kërkon një çik më shumë kohë. Sidomos kur do duhet bëhet nga institucionet, se patjetër dalin disa të vërteta shumë shpejt. Një filmim, një diçka mund ta nxjerrin të vërtetë shumë shpejt. Po disa të vërteta të tjera që duan involvimin e institucioneve për të dalë në dritë, duan kohë. Unë e kuptoj padurimin tuaj, por kjo vlen për gjithë institucionet. Ne po diskutojmë diçka që u bë publike në media. Po unë nuk e di tash ç'e veprimesh janë marrë. Jo, ti nuk e diskuton sepse nuk e merr ti qen. Di që jo, ne diskutojmë dhe unë nuk thash përkundrazi, ju thash që është një ngjarje shumë e rëndë ashtu siç është pretenduar, por që unë të mund të flas mbi këtë ngjarje, të nisem nga presupozja që kjo çeka e vërteta, unë këtë se pranoj. Sepse unë jam i çik ndryshe dhe të vërtetën do duhet ta shoh tamam. E dashur. Këtë po them. Ka shumë të drejtë, sepse këtu në vitin 2025 kemi një të vërtetë që ka ndodhur në 2015, pra janë dashur 10 vjet që ta marrin vesh. Por ndërkohë është çuar dorina në polici në 2023-shin, 2024-ën, kemi bërë protesta, jemi dhunuar verbalisht me mesazhe, unë, fëmia im, Akili, kemi shkuar dyerve të gjykatës me Akilin, se e mbaroi Akili gjyqin tani e kemi së bashku. Pra, kemi pasur të gjitha këto kosto derisa ka dalë një e vërtetë e tillë ku kjo parti e majt që i ka dhënë kaq prioritet dhe kjo politik liberale e cila dështoi në perëndim tashmë po vërteton që ka dështuar këtu sepse e dërgon njeriu në këtë lloj transformimi, në këtë lloj dështimi, dhe ky lloj dështimi tregon fiks se çfarë është politika liberale progresive. Kaq. Do të thënë ti e ke të vërtetuar të vërtetën dhe thuhet që e vërteta që ka relative. Unë e kam të vërtetuar tashmë të vërtetën e vitit 2015 kur me dëshirën më të madhe kam lobuar kundër diskriminimit, por këtu nuk po lobojmë kundër diskriminimit, po kundër transformimit njerëzor, që ta bëjmë njeriu të tillë dhe ta lëmë në mes të katër rrugëve në mëshirë të fatit. Pra, kombi nuk është, politika nuk është për atë fëmijë, është shembull, ishin sa veta ishin në panel mbrëm? U zhduk sikur i kishte zënë kameran Luana. Largohu se na ke zënë kameran dhe filluan të flasin prindër aty. Aty kisha aktivistë që flasin për prindërimin me një grind të madhe sikur janë na infrashëri dhe ndërkohë as nuk u morën, nuk e prekën një pikë që kjo qenie njerëzore, ky fëmijë që ka shitur kikirik në Durrës, është në këtë gjendje që është sot. Ky është realiteti i të vërtetës. Nuk ka të vërtetë tjetër. E pa me sytë tanë.
Nëse mohoni syt, atëherë po kaloni në krizën e mendimit që kërkon kjo politik totalitare t'ju dërgoj. Pra ju duhet të dilni nga kjo hing, nga ky lavazh dhe të qëndroni në realitet nëse doni të shpëtoni nga kjo që po ndodh. Dhe për fat që jemi çuar para kohe, që nuk i kemi lejuar që të hyjnë në shkolla dhe të evolojnë për të bërë sa më shumë lavazhe. Pra për fat që kemi 1, 2 a 3 sa mund të jenë. Pra nuk kemi 1000, se do ishte vërtet një dekadencë e inteligjencës së popullit shqiptar. Se vërtet jemi të varfër, apo na kanë mbajtur të varfër, apo politika kanë punuar që ne të qëndrojmë të tillë të izoluar, por realisht kemi një gen që jemi inteligjent dhe jemi dyshues, jemi kritik. Dhe kjo është e mirë, sepse ne diskutojmë, ne shikojmë dhe ne kritikojmë. Kritika nuk është për t'u denigruar dhe nuk është për t'u anashkaluar, kritika është për t'u analizuar. Në momentin që ti analizon, thua, kjo është e mirë për fëmijët tanë, kjo është e keqe për fëmijët tanë. Ata njerëz të cilët kanë lindur dhe thuhet nuk më ndryshojnë dot as prindrit e mi, që janë pak 1 deri në 2.5% që kanë kromozome shtesë, ata njerëz padyshim që kërkojnë involvim në rrethin shoqëror, por ne nuk po bëjmë një ligj aty që të verbërit janë po marrin pushtet mbi pushtet. Jo, ata kanë një klauzol të tyre. Dhe këta njerëz duhet të kenë një klauzol të tyre, padyshim të kenë mbështetje. Dhe t'i mbrohet e drejta njerëzore. Por ne nuk mundemi dot që të vëmë në kodin familjar martesën burr me burr, sepse kjo do vi. Me këtë frym, ajo do vi. Po çfarë do kërkohet tjetër? Surrogacia. Sepse ajo ka ndodhur. Ky është zinxhiri i tyre, nuk ka zinxhir tjetër. Se si funksionon kjo rrym liberale. Ky është zinxhiri. Dhe nëse ju njihni një zinxhir tjetër liberale, me këtë frym, me këtë flamur, LGBT-ja, ma tregoni. Ne nuk jemi kundër lumturisë së një vajze e cila thot, unë nuk dua të martohem, e di unë këtë dëshiroj. Kur nuk kemi qenë kundër kësaj, sepse nuk e cënojmë ne konservatorë të drejtën personale. Ne rrisim pushtetin individual, ne rrisim portofolin individual, ne japim mjetet të ndërtohet dhe të bëhet oligark ky njeri, dhe e zvoglojmë shtetin përpara individit. Ky është konservatorizmi që nuk e tregojnë. Pse nuk e tregojnë? Sepse shqiptari në vetvete është një konservator, sepse kërkon një pushtet individual që është i mbytur nga komunizmi. Këta nuk lejnë të vendosësh një tent, por të lejojnë që të presësh, më falni për shprehjen, të presësh organin gjenital. Kjo është Shqipëria sot. Ti nuk vendos dot një tent dhe një kotec pulash që fëmijët e tu të kenë vezë bio, por ti mund ta presësh organin gjenital se Ministria e Shëndetësisë po kujdeset që të bëjë një ligj. Atëherë, kur ky ligj që nga formatuar nga gjinie shumë fisht dhe diversiteti nga filozof, atëherë pse ka kaluar nga Ministria e Shëndetësisë? Unë nuk di që Ministria e Shëndetësisë të merret me filozofi. Unë di që merret me krasitje organesh gjenitale. Sikurse e kanë bërë dhe Luanën, ashtu siç ishte bërë. Mua më vjen shumë keq. Unë nuk jam pro kasapanës biologjike. Unë jam pro pushtetit biologjik që njeriu të jetë i shëndetshëm. Në gjirin e familjes me nën baba. Unë nuk kam parë një dashuri më të madhe se sa e nënës. Sepse në të gjitha eksperimentet njerëzore që janë bërë, eksperimente politike, ka kaluar në shumë faza njeriu. Absolutisht. Dhe është mirë që ne të lexojmë në sa faza ka kaluar jeta e njeriut në evolvim. Nuk ka pasur dashuri më të madhe se e nënës. Pra është një fenomen që nuk ka dështuar. Ne po shkojmë drejt një fenomeni tjetër, se këto organizata do ta duan më tepër Luanën se sa nëna dhe babai. Dhe i kishin thënë gënje se babai ty të ka rraur. Dakor, kjo kërkon vërtetësi. Sepse babai i saj nuk jeton për fat keq. Dhe do kemi dëshminë në nënës së saj. Ktu do shikojmë se çdo ndodh. Por që është fakt që ajo është transformuar, është transformuar. Dhe kush e ka bërë? Streha. Pra, çfarë kemi thënë ne? Që unë u dënova që streha po merr një fuqi për t'i indoktrinuar edhe në për shkolla që ne donim ta ndalonim. Ne nuk thonim jetën individuale të 2% të popullsisë ta cënojmë, jo. Sepse është një pakicë që është një grup vulnerabël, ka jetën e vet, ne s'kemi ndërhyrë në jetën individuale. Dhe gjithmonë kanë krijuar një gjuhë rrejtje për të treguar që konservatorët ne na urrejnë, shikoj çfarë bëjmë, ta ngrejmë, ta shajmë, ta transformojmë. Jo, ne i duam më tepër se sa streha ata njerëz, sepse ne e dimë që janë pambrojtur. Sikurse Luana është e pambrojtur sot. Dhe na vjen shumë keq. Po kodi familjar në Shqipëri duhet të qëndrojë nën baba. Kur të lëviz kjo shtyll, kjo ka qenë deklarata ime që thash do iki, sepse unë nuk do ri gjyqeve.
Haziza në një diskutim ishte ti nuk di, sepse të ofendojnë absolutisht, dhe e dyta ishte do të fusim në burg. Pastaj debati jonë tek fëmia trans kishte një dekadencë të tillë. Kaq. Dorina i vuri pikën, Robert, do i vësh ti pikën tënde? Shiko, diskutimet janë shumë të larmishme lidhe me këtë gjë. Unë gjëja që mund t'ju them është që shumë nga këto frikrat që hidhen janë thjesht frikra. Nuk du t'i hyj aspekt ideologjik, nuk më intereson ideologjia kur flas për drejtat e njeriu. Konservator, liberal, të majt, djath, ka shumë njerëz tjerë që mund ta bëjnë këtë punë dhe nuk s'ka pse të merrem unë me këtë gjë. Por gjëja që mund të them është që ka një lloj hipokrizie në narrativat që krijohen. Ka një lloj tendence për t'u viktimizuar. Ka një lloj tendence për t'i dhënë të drejtë vetëm vetes, po pa dëgjuar arsyet e tjerëve. Dhe gjëja që unë më shumë dëshiroj lidhe me këtë gjë është që të informohen njerëzit në mënyrën e duhur. Sa mirë që jemi neve. I kuptoj qëndrimet që një dikush mund ta lexojë diçka në një mënyrë apo në një tjetër. Sa mirë që jemi ne, ato grupe viktimizohen, por nëse ato grupe nuk na dëgjojnë, ato grupe nuk dëgjojnë prindrit. Po dëgjoj me shumë durim. Po jo pra jo. Jo se po mashtron. Po jo pra se nuk ta lejojnë. Mirë se nuk ta lejojnë për viktimizim. Konservatorëve viktimizim. Konservatorët kur nuk viktimizojnë. Konservatorët ndërtojnë dhe pala tjetër vjen të kontrollojë dhe të menaxhojë. Edhe tash çe do bësh protagonizëm. Jo pra jo, po jo pra. Po tash ti fole. Po je gabim. Unë nuk isha dakord fare me gjërat që ti the. Nuk ta lejoj. Dhe nuk ja lejova vetes që të ndërprisja. Se nuk jemi ne që bëjmë viktimën. Janë tjera grupe që kanë marrë fonde, janë të tjera grupe që kanë transformuar fëmijët në trans. Ju jeni për lirinë e mendimit. Jeni ju që keni transformuar një fëmijë trans. Më fol për fëmijën trans. Nuk është hipokrizi kjo. Më fol për fëmijën trans. Ti je për lirinë e mendimit dhe mos Hipokrizia është juaja që e paguar me taksat e mia dhe vjen të më ofendosh mua. Je paguar me taksat tona. Nuk është hipokrizi kjo që po bën ti tani. Jo, je paguar me taksat tona. Tash ti je për lirinë e mendimit. Dhe po mohon. Dhe u qave këtu se të është cënu liria mendimit dhe mu nuk po mblet as prej mendimit. Ti mua më ke dënuar dhe ti e mohon? Ndërkohë që unë të thash, ti më ke dënuar dhe e mohon? Ndërkohë që unë të dëgjova ty me shumë durim. Ti më ke pavarësisht se nuk isha pavarësisht se nuk isha dakord fare me gjërat që ti the. Ti më ke dënuar me sajesa. Ti më ke dënuar me sajesa. Nga ministria, nga tredhja e përfundove ke nëna e ke baba. Ti më ke dënuar pa prova. Të dëgjova me shumë durim dhe ti tani mund të ndërpret. Ti më ke dënuar pa prova dhe do ta shikojmë në gjyq këtë gjë. Se ke frikë nga fjalët e mia. Nga të vërtetat që do them unë. Provë që më ke dënuar. Nga bindjet që kam unë. Ti ke frikë nga unë. Pa ti më lën ta them. Ti ke frikë. Unë t'lash ta thoje. Por ne nuk viktimizohemi. Po shumë. Hiqe këtë fjalë. Shumë bukur. Ne i dalim ball. Drejtuesja tha që i vure pikën. Ne i dalim ball. Si e vet pikën ti, duke vazhduar dhe me një fal. Ne i dalim ball. Zove për viktimizim. M'fal, ka gjithë kohës që më drejtohet mu ju për gjëra që unë s'jam fare dhe unë prap gjithsesi pata mirësinë ta dëgjoj. Dhe juve tashi po duke drejtu thoni që akuzove, po unë do ta marroj mendimin tim. Ndërpreva unë kur foli. Replikoj sepse më fal, artikulove viktimizimin. Ndërpreva unë kur foli. Jo, dakord, po a bëra unë këtë gjë? Unë nuk isha dakord fare me gjitha sa u tham, po prap pata durimin ta dëgjoj, sepse është e drejta e Dorinës ta shprehë mendimin e saj, pavarësisht se unë nuk jam dakord. Dhe pavarësisht se edhe ju nuk jeni dakord. Jo, unë por ama pretendoj në bisedë nuk ndërhyra shumë, se pretendoj bëj shumë pyetje, po unë zgjodha qëllimisht sepse është pretendoj një lloj çështje delikate edhe ta diskutojnë dy njerëz. Pretendoj një lloj reciprociteti, që do të thotë, siç pata unë durim ta dëgjoja, duhet të ketë Dorina durim. Unë patjetër nuk e kam problem ta them ose them. Por pretendoj që nëse duhet ta them, duhet respektohen për këtë gjë. Sidomos nga një njerëz i cili i mshon shumë faktit që liria të shprehurit lirinë e mendimit është shumë e shenjtë. Dhe unë atë po bëja, po shpreh lirinë time të mendimit. Po zgënjem o zotëri përpara meje. Nuk lejoj unë gënjeshtra. Nuk je për lirinë e mendimit? Mos gënje me mua. Nuk je për lirinë e mendimit? Unë jam mësuar me shtylla të drejta, jo me shtylla të shtremta. Nuk je me lirinë e mendimit. Lutem shumë, unë dua një shtyllë kurrizore të një burri që është përballë meje. Se po gjen konflikt kot. Jo. Do protagonizëm bëja për mua. Unë nuk jam viktimë, e viktimizuar. Nuk ka problem, nuk e them. Jo, mos e thuaj. Je gabim. Nuk besoj që është kjo liria e shprehjes. Je gabim. Se është problem kur lirinë e shprehjes. Ja, aty del. Ti e pretendon më të madhe për veten tënde. Po liria e shprehjes nuk është gënjeshtër. Kur duhet ta bësh për të tjerët, pastaj duket sikur po bën. Po liria e shprehjes nuk është gënjeshtër. Liria e shprehjes është për gjithë. Atë e di kush është gënjeshtër. Por nuk e vlerëson ti të kërkosh fonde dhe të viktimizohesh.
të kërkosh fonde dhe të shmitizoje viktimizohen. veten nga kjo gjë. Nuk je ti disponuese e të vërtetës dhe nuk e vlerëson ti. Unë nuk jam me fonde. Nëse diçka është e vërtetë apo jo. Zotri, unë nuk jam me fonde. Mendimin Gropa tënd unë zezësh me dëgjova fonde. dhe lën ta them Gropa e zezësh me fonde. Pse ke frikë ti ta them mendimin tim? Ti do ta Ke thuash hallë se atë. bindesh? Por mos na thuaj ne viktimizoj se jeni ju që Po viktimizojeni. nuk është perceptimi im, s'mund ta them unë këtë gjë. O zotri, mos na akuzon një gjë që jeni ju. Po nuk po akuzojnë, Kujdes pra. Për mua po konstatoj në këtë rast, nuk po akuzoj fare. Ankoheni nuk për po lek, mbres dyshim. Ankoheni se ju Unë po e rrajen, konstatoj këtë gjë. ankoheni se ju Në dërmojnë, ankoheni se ju marrin fjalën dakord. dhe ndërkohë ju merrni fëmijët dhe i bëni tranca. Kaq. Po ngjo. Po ti pse vjen me mua në diskutim? Ti hajde vetëm dhe thuaj gjërat që ke. Qose do diskutojmë bashkë, Të dëgjova një orë. Po s'më dëgjove pra, sepse Do shikosh emisionin sa të kam dëgjuar. Siç të dëgjova me shumë durim, ta thash edhe një herë, duke mos qenë dakord fare me çfarë the. Prapë të dëgjova dhe nuk pata fare guximin as të ndërprisja sepse e respektoj fjalën, pa ama pretendoj që ti ta respektosh. Nuk Kjo paguaj është taksat paranteza. unë për E një morën pra njerëz vesh që tash që gënjen. s'pagun taksa. Në rregull. Kujdes evazionin fiskal. Jo taksa paguam. Me që se thot s'paguaj dhe ndoshta mund të ketë çështje Më evazioni. thot mua evazioni, e kupton? Pra edhe një herë, të lutem, se du ta përmbyll, ta vedhon pikën. Nuk më Ta jam bëri shumë e pikën. thjeshtë. Po nuk kam nërmend Babai të im ka intimidoj ty. qenë, babai im ka qenë ekspert tash kontabël i firmës Po dakord, përshkruajës dhe jam shumë mirë e informuar, Po e dakord, po studiuar në ata themun ekonomi. atë që duan. Nuk shkelun. Se u bë si beluli kjo puna Po jote. nuk Ta shkel mbaroj, ligjin, të mos lutem. më tre mua. Po pra nuk du më S'më për lëviz beluli. mua, se era Tashi juaj as shumë dalga. bukur. Ta mbaroj unë tash. Apo s'duhet ta mbaroj? Jo, ta mbaroj. Po patjetër unë ja dhash Po fjalën. ta mbaroj, po unë Po më tani shumë. e ke me Dorinën se unë s'të ndërpreva Po unë. ju jeni Presionin, moderatore, e bëjmë presion kujdes një farë evazioni mënyrë ta fiskal. bëni një baraz Bëjmë balans presion. apo Edhe duhet thot ta pastaj vendosim ne. gruaja. Ta Edhe vendosim thot ne pastaj kemi gruaja. ne kemi liri. Edhe thot S'kam pastaj nërmend- gruaja. s'kam Bëjmë presion nërmend kujdes të- evazioni fiskal dhe thon pastaj gruaja. S'kam nërmend të A Zotri, jemi për barazi gjinore? Jemi. Jemi pra për pikërisht për barazi gjinore, dëgjoj dhe pretendoj të dëgjohem, nuk po them një gjë më të madhe, po pretendoj të dëgjohem. Dhe Okej, është pretendim Që bën minimalist. presion, sa gabim që Po bën pse presion. presion? Jeni shumë të vegjël. Ju jeni një Ja ushtri ky është shumë e dobët. viktimizimi, bën presion. Po, sa të vegjël bën jeni ju. presion. E kupton, merrni Prap, me evazion fiskal. E kupton çfarë Po, fjali e ke shumë. thënë? Po je edhe burr kundër një gruaje, domethënë që ti flet për gruan. Vetëm ti s'duhet flasësh për gruan në Po Shqipëri. mirë, tash kupton? do thush më parrulla, Po fjali janë këto. do bëhesh e famshëm. S'jan, po ju çe Po famra nuk tash. kam Po nevojë lëre për pra të famë. flasi tjetër. Ne kemi nevojë për qetësi kundër që ju nuk na Po lini. rri pra që të flas. Nuk na lini qet. Po të flas pra ta mbaroj. Çdo vit një histori. Pra, e gjithë ideja është që nevojitet dhe ju shumë mirë bëni që ndërtoni program. Nevojitet informim shumë i madh. Pavarësisht se ligji u miratu, nevojitet prapë informim. Po Sepse patjetër, ka nuk- nevojë shoqëria Po, të sigurisht, informohet për të vërtetat. Po ne u e ndalëm këtij te kjo ligji. pjesë. Patjetër, jo shumë mirë, debat. patjetër ju mund zgjidh. Po sigurisht që Është- ka 1001 gjëra për atë që mbuloni ju për të diskutuar. Është shumë e nevojshme që të ketë informim, meqense se u mblodhëm për këtë ligj, të ketë pikërisht mbi këtë ligj, që të tregohet i gjithë ligji me gjithë potencialin që ka. Tani ka shumë sa po diskutohet pasi është miratuar, nuk u diskutua as para se të miratohej, që duhet të ishte diskutuar. Fakti që ndodhi gjë nuk do të thotë që neve s'duhet bëjmë gjë tjetër. Neve duhet Jo, vazhdojmë dakor. ta bëjmë këtë gjë, sepse ndihmon shoqërinë për ta kuptuar më mirë dhe për ta përdorur, sepse ligjet kanë për qëllimin kryesor, nuk e kanë thjesht të miratohen. Do të thënë shqetësimi që un kam pas lidhje me projekt ligji, lidhet me faktin, dhe ky është shqetësim endemik që ne kemi, se e konstatojmë për ditë punën tonë. Jo me faktin që ne nuk kemi problem miratu ligjet. Ne kemi problem me zbatu ligjet. Me dhënë dhe lek për të zbatuar ligjet. Dhe kjo është arsyeja që pse ndodhin kaq shumë padrejtësi, sepse nuk zbatohen ligjet. Dhe gjëja që ne kemi merak në lidhje me këtë ligj është që jo vetëm të informojmë që është shumë e nevojshme, por të kërkojmë zbatimin. Sepse është e kohë që miratohen ligje dhe nuk zbatohen. E njëjta gjë që ka ndodhur me ligjin paraardhës. Dhe prapë ja u thash në fillim të shqetësimi që kemi pas është që ligji është, po halli është që nuk miratohet, që nuk implementohet. Kështu që edhe në lidhje me këtë ligj, është shumë e rëndësishme që shumë mirë që u miratu dhe të informohet shoqëria mbi gjithë potencialin që ka, por betejë e vërtetë që unë mendoj gjithë shoqëria duhet bëj dhe duhet ja kërkoj shtetit, është që të garantoj zbatimin e këtij ligji tashmë. Sepse një nga arsyet që pse ne kemi akoma kaq shumë diskriminim gjinor në Shqipëri, lidhet me faktin që ligji paraardhës nuk arriti dot që ta zbetet në mënyrën e duhur. Pa çka se mund të ketë arritje në disa aspekte, por në thelb pabarazia gjinore mbetet shumë e madhe. Kemi një mbizotrim, akoma të një gjinie kundrejt tjetrës. Duam s'duam ta pranojmë, daq publikisht, daq individualisht, po është një e vërtetë. Dhe ne e prekim këtë dhe me punën tonë. Kështu që
sfida e vërtetë është si të lobojmë gjithashi dhe të kërkojmë gjithashi nga autoritetet shtetërore që ta zbatojnë ligjin. Dhe jo të merrem me anatemime ligjesh. Është për të qeshur, sepse e di si flasin sikur ka ndodhur një protest grash që ndodhi dikur, që gratë janë të dhunuara, kanë dalë 1000 grame parrulla. Pse s'janë dhunuara aty? Po dhunohen këtu. Nuk janë dhunuara gratë. Po flet sikur ka ndodhur dje një protestë e tillë, që një protestë e tillë s'ka ndodhur sepse gruaja shqiptare. A nuk janë të dhunuara? Bën dy punë, gruaja shqiptare bën dy punë. Gruaja shqiptare është e hequr nga puna dhe nuk ka asnjë unë nuk kam parë ndonjë mesazh të një ta tregoj unë gruan shqiptare tani, çfarë më shkruan për ju. Atëherë gruaja shqiptare për ju zotri shkruan. Okej. Gruaja shqiptare thot diskriminimi. Një grua shqiptare. Jo gruaja kështu tërsi. Gruaja shqiptare thot një mesazh për se edhe kështu mirë me semantikën e fjalëve. Një grua. Diskriminimi një nga gratë e Shqipërisë. Atëherë gruaja shqiptare thot diskriminimi. Vazhdo deri kur ta gjesh. Libri. Ja një sekond se kishte një foto me libër, shumë bukur. Ta gjej unë, pa merak. Ore nxirre publikisht, ka nevojë. Jepja ta Po mira, ajo po e lexon. Publikoj pamfleti, kur të nxjerrë këtë, ta nxjerrë edhe këtë që do të nxjerrësh. Atëherë, në opinionin tim, njeri më pika, nuk e s'ka rëndësi se... Po jo, thuaj, pse okay, në opinionin tim njeri më të ndyrë se ky Roberti s'më kanë parë syt. Kam pasur një rast dikur aty dhe jo që nuk më zgjidhi, por u ndjeva e diskriminuar nga vetë institucioni i diskriminimit. I kam çuar gati 500 faqe fakte dhe donte të më përfshinte te viktimizimi. Nuk e kuptoj këtë çka dashur të thot, mund të na e zgjeroj kur ta shikoj. Se normal unë isha qytetare thjesht, kurse maskarai drejtor që më hoqi kot nga puna ishte i afërm i një deputete që akoma vazhdon të jetë në parlament. E kuptoj Luanën sepse për largimin nga puna po të njëjtën praktik përdorën dhe me mua. Së kuptoj këtë fjali, prap, besimi im të institucioni diskriminimit dhe sidomos të ky drejtues i atij institucioni ishte 0. Urdhëro, shikosh adresën. Jo, të besoj në fjalët që thu. Jo, po them që po gënjej fare. Pra besimi një gruaje te ky institucion është 0. Grua. Më vjen shumë keq për këtë gjë. Se luftojmë shumë për besimin, po më vjen shumë. Uroj të ndryshon. Se kjo është një temë që flitet pafund, ka shumë për të thënë, po ne po e mbyllim se i kaluam gjitha limitet. Meqense Dorina ta kërkoi në hyrje ndjesën, s'ke ndërmend. Çfarë ndjesë? Ta japësh për çështjen tuaj, Dorina? Jo. Është e kotë. E zitim në gjykatë se kam shumë fakte. Ne kemi kërkuar net, kërkoj Dorina ndjesë herë përpara. Që ka gabuar. Do kërkoj unë ndjesë pse kam mbrojtur fëmijët nga ajo që i bën Luanës. E kuptoni ku jemi ne? Domethënë, ky njerëzim po është në dekadencë. Nuk e di çfarë po jetojmë, po nëse babai apo gjyshi jon ka luftuar me gjermanin dhe me italianin me pushk, e dinim me kë po luftonim, ne tani nuk e dim me çfarë po luftojmë. Kriza e mendimit. Jetojmë në epokën e krizës së mendimit. Okej, mbyllim sepse kemi kaluar çdo limit. Ju falenderoj shumë që ju kisha në studio, kënaqësi. Të nderuar miq, faleminderit që na ndoqët, pa shoqë rikthehet sërish.